Erdhët, këtu jemi dhe ne, P3 jemi ne, P3, pjesa e tretë e emisionit, jam mësuar me Arlind Qorin, Lëvizja Bashkë, Arlind Mbroma. Faleminderit, Arjan. Sebastian Zonja, Gastar Plus në MCNTV, Sebastian, Marsit Gupi, liq filozofi, pedagog të Marin Barleti, dhe avokat penalist i niveleve të papara, i pa dukshëm, por që mbaron punë. Flogert Muqa, gazetar, ekspert komunikimi, lexo.al. Rikthehemi me njerë të e njëjta fabull, po kësaj radhe nga një qasje tjetër, sepse janë njerëz të tjerë do flasin, te ngjarja e ditës me zotrin, sot është dita e 6. Nuk e di, a vazhdon protestë tani apo kanë mbaruar? Arlind isha atje. Unë jam shkput para se Po, dim gjë? Duhet jetë... Ne s'kemi drejt përdorim linqe të tjerëve, kupton se nuk na lejon YouTube-i. Duhet jetë mbyllur. Tani po shpërnda. Tani po shpërnda. Okej. Zakonisht vazhdon nëpër rrugët e qytetit edhe më vonë. Se bëjnë xhiro, vazhdon të xhiro. Shkojnë te Seli. Ora është 10:23, pra ka nisur dikur rreth orës 6. 6 nis po. Goxha është 4 orë sa, po. Orari për dal tani për të pinë një gotë. Unë mendoj, unë do doja të rini më shumë në fakt. Të kaloni mesnatë dhe pastaj të vazhdojmë, po çon si ka. Tani nëse plasë një herë Ledio Fabulën në ekran dhe pastaj do rregoj 2 foto. Një foto një si fillim. I jepi Ledio. Kam vënë e mbështet dhe Elisa, sepse sot Elisa Spiropali kishte dalë me një status, po fillimisht doja të dija, me që kam sonte në protest, më erdhi kjo foto dhe më thonë që jam bërdohun pa pyetur protagonist. Do të pyesin Arlind sipas e kjo është pro apo kundër meje, se unë se kuptoj mirë. Nuk arrita kuptoj aktivisht. Sepse mund të interpretohet, po ndërkohë ti Sebastian si mendon, është pro apo kundër meje kjo? Mua është pro. Është pro. Pra kanë nxjerrë fytyrën time që thotë stop shitjes së Shqipërisë. Pro. Mua antipatriotit. Erdhi kjo ditë. Ti Flogert si e lexon, pro apo kundër? Jo, për interesat e tua greke, se ti je agenti tani, u dekonspirove, përse se jemi qartë, apo jo? Kam 30 vjetë. Agenti i ditur. Rama ka zgjedhur që e hapi turmës sot, që thot tani nxirreni. Kështu që për agendën tënde greke, është pro. Për këtu është kundër. Pra ti mendon që janë kundër këta që kanë zgjedhur timen? Ata kundër meje në këtë rast? Ata janë kundër teje, sepse ata të shohin si agentin që thotë Rama. Janë njerëzit e Ramës që e kanë bërë atë. Nuk janë, ti thua janë të futur? Po aty qa s'ka më burë. Po ti marrësisht si mendon? Unë mendoj që kjo është pro teje, jo kundër. Arlindi nuk dha mendim fare. Edhe mendoj ta them Unë e kam një element sepse mendoj që mund të jetë pro. Po do dëgjoj një herë ty. E kam një element. Sepse opozitarizmin më fin edhe një lloj forme elaborimi në ideve që ta duash më shumë, ti e bën nga e kundërta dhe e bën shumë bukur. Pra nxit duke i thënë që po ju shtypësh nga e kundërta që ta çosh te ekstremi tjetër, sepse kur i thua nga pjesa e vet, se thuash është si puna amnezie që i vën gjumë. Dhe pak njerëz kanë kuptuar. E shkarkon. E rëndësishme është që në ndërgjegje kuptohet kjo gjë. Faleminderit Marsi. Lutem. Pse mendoj unë Flogert që se edhe Sebi tha, edhe ti the kundër më duket. Pro. Ati the pro. Pse mendoj Flogert që nuk është kundër? Se po të ishte kundër, ata që e kanë përdorur atë, do kishin vërë një gjë tradhtar këtu, një gjë, kupton, në përpara. Ata thjesht kanë përdorur një fytyrë, që në këtë rast jam unë, dhe kanë bërë një slogan sipër. Pra nuk shoh asnjë element, bile po ta shoh me vëmendje, por le të se afronë tani. Ti je sikur thua që stop, pra ti je ai që thua stop. Stop, pra mos e shih si Shqipërinë. Po pra, unë kështu e shoh. Ai tepër që unë jam pro protestës, nuk jam kundër. Arjan, ky është leximi më i natyrshëm që i vjen çdo kujt që e shef atë foto. Ka dhe një flamur shqiptar atje poshtë. Po e shoh, pra e shoh. E shef atë flamurin poshtë? E shoh, në foto. Më dëgjoj, po. Më dëgjoj. Leximi i parë. Mos e ka shurëndësi mos. Jo. Po e bëjmë pra si... Me që unë tani e mora vesh se nuk e dija. Po e bëjmë si mini podcast pra si bashkëbisedim. Leximi i parë që të vjen në mendje është ai. Në një fushat elektorale, ti merr çdo lloj gjëje që mund ta kontekstualizosh në shërbim tëndes. Për shembull marrin ato numrat e basketbollistave të famshëm, të futbollistëve, më thash. Në këtë rast kanë bërë këtë që kanë marrë stopin tënd. Tani unë, për të mos thënë atë që thonë gjithë, thash kundër, edhe thash ta ka bërë Rama për të prish punë ty. Mimi, ti e the si batut. Po patjetër. Po jema unë shiko, batuta unë e bëj zakonisht pasi marr vesh lajmin.
Po lajmi është që ata përdorin çdo brand për të quar mesazhin. Nëse mund ta them kështu teknikisht nga ana. Tani Arlind, përveç kësaj, faleminderit Floget. Përveç kësaj, foto nuk e di ka Ledi Ogati apo jo, do një foto tjetër shiveçi. Kjo është perla. Kjo është perla e perlave. Vetëm se për fati do të keq kemi folur menaxherin. Këtë mund ta them me mburje, por na mungon fytyra Samsonit atje, se unë kam bërë Samson e njohur në Shqipëri. E përdorën ca kohë media tjera, pastaj ja lanë harruan, ne e përdorim çdo emision. Bile Ledi, është momenti ta bëjmë tani njerëz Samsonin, jo siç e bëjmë gjithmonë në fund. Ta bëjmë mirë tani të kujtojnë njerëzit që janë, se ka shumë njerëz që ikin në fund, që flën gjumi, zgjumi, për shkak se kam parë. Ja, ky është personazhi. Ledi po bën gati që të japi play, që të bëhet video për ta parë tani njerëzit që ata njerëz të tjerë, të cilët flën në fund të emisionit. Samsoni i papar, fatkeqësisht për ne, stafi im i vogël i emisionit ka folur me Benin. Beni është menaxheri i Samsonit, që jeton në Gjermani, Frankfurt më duket. Në Frankfurt. Dhe na tha që nuk e di ma mund të vizë, do vizë, dhe do minimalisht 1 muaj që të vinë në Shqipëri. Unë nuk e di a do jem live 1 muaj, se mbaron qershori, e kupton? Dhe pastaj do jemi pushime, po gjithsesi e rëndësishme është të vi. Dhe a do jetë protesta dhe pas 1 muaj, shpresoj do jetë. Protesta. Mund zgjedh, ore po erdhin e do takojmë, s'ka problem. S'është bile tani që mendoj, po të jemi këtu në Tiranë, mund bëjmë një emision me Samsonin. Si ju ka rënë mendja këtyre të na e kërkonin Samsonin? Kujt këtyre? Arlindit, Adriatikut, Agronit. Basta nuk e quajnë shumë, basta e quajnë thjesht një gjë kështu simbolike të vogël. Arlindi kënaqet se argjë shikon. Vogël, jo. Po çfarë them unë? Ai është aktivisti i papar më burr. Shumë interesant. Po e sheh për të parë duket sikur nuk është aktor. Tamam si ai mjeshtria e aktorit. Ai s'është aktor. Ai është aktivist. Aq mjeshtrisht e luan atë pjesë, saqë duket sikur është politikan i vërtet. Pra kur e sheh për herë të parë ti thua si ka mundësi domethënë. Është perlë më burr. Ai ka shumë të ngjashëm të tjerë në Shqipëri për cilët duhet vjedhë të protestoj. Pikërisht pra. Ledi, a kemi videon? Aktivist është ai në Kenya. Aktivist pra është. Aktivist. E kemi videon Ledi? Videon e famshëm ka bërë xhiron e botës ka video. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. Yes. But if I'm part of that corruption, I'll defend it. Është një mrekullim, apo nuk di. Se ata mbrapa i mbaj nison, domethënë sikur janë konferencë për shport. Është ka një skenar atje, është organizuar, është e mrekullueshme, po. Ledi, çfarë kemi si imazhin e për Arlindit dhe për miqtë e mi të japim dhe pastaj të fillojmë bisedën. Kemi ndonjë imazh sot, kemi ndonjë sinkron? Ledio? Ledio? Kemi vetëm kryeministrin. Sinkron. Kemi Ramën. Po. Plasë Ramën. The project is not yet there. The environmental impact is being worked. You understand? And let me finish. Yeah, go ahead. Let me finish. What is this? What's wrong I said with go you? ahead. Let me finish. There's no need to be disrespectful. I'm asking you go ahead, Prime Minister. Finish your thought. And Yeah, go ahead. let me finish. What is this? What's I wrong said with go you? ahead. Let me finish. Kam dhe një tjetër. Jepet tjetër, s'kisha titra kjo, po. There are no demands to be discussed because there is no yet project approved, right? So first we need to have the project, then to see the project, then to discuss the project. But we can't discuss something that does not exist, but that is being presented in the overall social media through a hybrid war against Albania, through false narratives like the project is not the project, but it's something cooked between me and Bibi Netanyahu through Jared Kushner to bring the Palestinians in Zvernets. And I think the Western media should be much more careful because facts matter and should always matter. Because there is no project, because there is no reason to worry as far as there is no project, and because the top architects among the best in the world. Arlind, një reagim për këto që tha. Po Rama ka humbur toruan. Intervista me gazetarin e CNN-it ishte vërtet skandaloze në kuptimin e agresivitetit. Aq keq ai nuk parasillet as me gazetarën në Shqipëri, me atë lloj tensioni. Rama për herë të parë në historinë e tij politike, po përballet me një protestë masive, qytetare, rinore, edhe të prindërve të moshës mesme dhe stresës mesme, të cilët jo vetëm nuk i ka sjell aty asnjë parti politike, pra nuk janë
Nuk është i ra bilbilin një parti politike dhe ata vajtën me dhjetra mira në shesh. Kjo është çudia e madhe. Por për krahasim, po bë një dallim midis kësaj proteste dhe protestës së armëve kimike dhe të studentëve, kjo protestë qytetare ka kërkesa politike. Zakonisht protestat qytetare kanë pas kërkesa sociale, ekonomike, mos importo armët kimike. Pra, në 2013 nuk i thoshte njëri Ramës jep dorëheqjen. Në protestat e studentëve kërkesat ishin natyrës universitare. Jo, tani mbeti kjo, Rama në burg, Berisha në burg. Dy kërkesat më popullore që i thrasin gjithë, se pastaj aty mund të ketë 1000 thirrje, po ato dy që kanë hegemonit plot në mas janë dorëheqja e Ramës dhe Rama në burg, Berisha në burg. Edhe kjo është shumë e bukur, sepse ka një inteligjencë kolektive shumë interesante. Le t'jo përgati atë me qeleshës, do të pyes Arlindin atë me qeleshë që nxorë që parë. Arjan, asnjë mendje vetme, sado gjeniale të jetë, nuk arrin në konjunkturë të caktuar historike që të prodhojë atë që prodhon inteligjenca kolektive. Të kërkosh dorëheqjen e Ramës shumë e rëndësishme. Mirë po, me sa duket, është kuptuar aty në masë që mënyra më e mirë për ta kërkuar dorëheqjen e Ramës është që thirrja e dytë të kërkojë dhe burgosin e Ramës dhe të Berishës. Sepse kësaj i heqë Ramës mundësinë që të thotë ju ka sjell Sali Berisha, jeni instrumenti Sali Berishës. Dhe ata qytetarë në protestë nuk i ka mësuar askush, nuk na ka shkuar mendja ne në lëvizjen bashkë, nuk kemi qenë aq zotot, aq kreativ që ta shkote mendja e të parëve, që ti lidhin këto dy kërkesa me njëra tjetrën, edhe t'ia mësonin njerëzve në masë. Ka ardhur spontanisht. I pari ka thënë njërën kërkesë, i dyti ka thënë kërkesën e dytë, dhe ato janë qiftuar me njëra tjetërën. Pra kërkesa për dorëheqjen e Ramës dhe kërkesa për burgosin e Ramës dhe të Berishës janë produkt spontani asaj që unë po i si batut, se ju e keni thënë gjithkohë. Po ne e themi, po të qiftuara kështu, kaq bukur. Si batut. Pra, dorëheqja e Ramës dhe Rama në burg, Berisha në burg, këto dy fjali ngjitur njëra me tjetrën, pra të gërshetuara kësaj, japin thelbin e protestës dhe i heqin Ramës çfarë lloj justifikimi. Arsyeja pse Rama ka filluar të përdor teori konspiracioni dhe të flas për luftë hibride ku gjithë bota është kthyer. Sot futi dhe element iranian. Ore, iranian, arab, turq, grek, Soros, të gjitha, se mos dëgjoj vetëm atë që thot Rama, dëgjoj atë që thon të tjerët rreth qark Ramës, se Rama nuk i thotë të gjitha gjërat vet. Pra duket sikur ka vërtet një komplot botëror kundër një Shqipërie të vogël. Jo. Dhe arsyeja pse? Jo kundër një Shqipërie të vogël. Gjithë pyetja është kush kërkon lëkurën e Ramës në momente. Populli shqiptar mendoj unë. Dhe pse Rama është i detyruar të shkojë në teori të çmendura konspiracioni? Pse është bërë paranojak dhe e ka bërë gjithë partinë e vet në kuptimin e atyre që dalin në televizor si një parti paranojakësh. Ti edhe njerëz që deri dje mund t'i kesh konsideruar, ku di unë, hajt mbase kanë cene morale të shumta, janë të korruptuar, po të paktën nuk janë fare të lajfitur kur flasin publikisht, janë kthyer në paranojak, sepse i ka humbur përgjigjja kryesore. Pra, argumenti i Ramës në çdo protestë cili ka qenë, është dora e Sali Berishës ka mbrapa, është dora e Sali Berishës ka mbrapa. Nuk ka qenë dora e Sali Berishës, as për armët kimike, as për protestat e studentëve. Te kimike kemi bërë muhabet bashkë, kanë thënë ka qenë Rama mbrapa. Po ti s'e pranuar. Jo. Okej, dakor, nes. Kjo ç'është e vjetër. Mbarojmë kurr. Për ne po them. A doli te populli në fund ai, mbylli i doli te njerëzit në bulevard. Qori nuk mund thotë ka qenë Rama sepse i bie që eventualisht mund ta hamensojmë të sot ato pastaj. As bëhet fjalë, por po them edhe një herë, kërkesat e qytetarëve sot spontanisht janë politike dhe i kanë hequr mundësinë Ramës të fusë Sali Berishën lojë. Madje Sali Berisha, për ku di unë, edhe ajo është një, si thua, një ndihmë e madhe që me budallëkun e tij dhe me kompromentimin e tij ai ka dhënë protestuesve. Se për disa ditë rresht ka dalë e ka akuzuar protestues forca të tjera politike dhe jo ai. Po, jo vetëm ai, po gjithmonë nga Flamur Noka, nga flamujt e tjerë. Ç'të bëhet të shkëtë Marin, aty i thon burg, Berisha, Rama burg, Berisha burg, ai quan Miran. Mirë bën atë që bën. Ndërkohë thot, duhet transparencë thot Berisha për atë projekt. Mirë bën që bën atë. S'jam kundër, po duhet transparencë. Sepse në marrëzinë e vet, në budallëkun e vet, ju ka dhënë protestuesve një shans për të thënë që shiko, ky është alien në raport me ne. Ne nuk kemi fare të bëjmë atë. Nuk kemi fare të bëjmë atë. Do të thënë, imagjino, në mas, unë kam parë, ka edhe njerëz të PD-s, që fut, ku diu, duken, disa vetë, dhe ata janë detyruar për të qenë sinkron me turbën nga i herë, të thonë Rama në burg, Berisha në burg. Më kupton? Po janë votues PD-s. Po mirë, dakord, mund të jenë votues, mund të jenë figura dytësore, tretësore. Dakord që vinë aty, qarkullojnë, siç fundja, protesta është e hapur për gjithë, Se mo vetëm ju duhet ta shfrytëzoni atyre sy lejohet. Edhe ne nuk e shfrytëzojmë, ne jemi aty që nga dita e parë. Të gjitha partitë besojnë opozitare kanë. Nuk është një krim ta shfrytëzosh, Për mua është problem, por nejse. Të gjitha partitë opozitare aty kanë, ku diun,
pjesëtar të tyre, por që janë shumica dërmuese mungon vetëm një thirrje ama. Shumica dërmuese qytetarëve janë E disi do ishte puzzle-i perfekt Arlind, më fal. Do ishte Ramanburg, Berishanburg, Arlindi Tiku Shehu bashk. Jo Shehu, Shehaj. Arlindi Tiku Goni bashk. Po të thuaj kjo, do duke si organizoni këta. Ta thoshte turma më burr. Po si ta thot turma? Ta thot ti bëj bashk pra se vetëm ata mund t'i bëjnë bashk këta dhe të bjerë Rama. Turma po ta vësh re ti, nuk është pohuse, është mohuse. Pra, deri tani nuk ka pohuar gjë. Refuzuese është. Është refuzuese pra, do të thënë nuk duan Saliun Berishën, nuk thon duam Arlindin, duam këtë, duam atë. Po mora vesh për shembull që Gon Shehajn dhe Eraldin, një grup njerëzish aty i kishin bërë thirrje largoni që është komplet pa kuptim. E kam shumë seriozisht. Komplet pa kuptim. Më nëse tani ç'sa do i bësh? Jo, aty ka është problem. Pak vetë që mund të jenë strukturave të PS-s ose të PD-s që bëjnë nga këto provokime, pra ta thash. Janë shumë pak vetë. Jo, kam hallë mos të bëni dhe ju ndaj njëri tjetrit. Le të ngrihemi pak. As bëhet fjalë fare. Arlind, le ta ngrëm pak bisedën. Por kjo është, më fal, kjo është normale, për në atë që unë i quaj revolucion paqësor dhe demokratik, është si puna e asaj që ndodh, okay, s'ka qenë paqësor revolucioni francez, pra ka shumë forca shoqërore që përfshihen. Sa që edhe me të thënë njëri ika plaça, është krejt e kuptuar. Sot e reja ishte një fotografi që nuk e pash dje, ndoshta ka qenë të dje, po unë sot e pash. Një fotografi e quaj unë, por në fakt ato ishin video, i ndarë e kanë në katësht, Tirana, Myniu, Korça, Elbasani. Me sa pa shumë me shikim të lirë në ekran, më dukën shumë në Korçë. Dhe të gjithë ishin ku kanë qenë më shumë kuptimin e kontekstit. Në të gjitha këto qytete, mua më ka lënë bresa Elbasani, se Elbasani ishin qyteti terrorizuar politikisht, në kuptimin e ndikimit krimit organizuar edhe strukturave patronazhiste të PS-s. Nuk shohin rrezik ndoshta. Po kjo do të thotë që janë frymzuar aq shumë, se që të dalin në Mynih është kush të kërcënoni në Mynih ty se protestove, është gjë më normale në botë. E prapë se prapë, midis Korçës dhe Elbasanit, unë e njoh territorin e Republikës Shqipërisë, në Elbasan, kur ne bënim fushata, kur ne kemi bërë aktivitete, ne kemi parë frikë si askund tjetër në Shqipëri. Para pyetjes Arlind. Dhe kur dalin në Elbasan, qindra vetë, publikisht, kjo është gjë e madhe, domethënë, në Elbasan, ku një parti opozitare të bëj takim, sa 10 vetë shkojnë. Që aksi Tiranë-Elbasan Durrës saktojnë zgjedhjet faktikisht. Kush? Trekëndshi, Tiranë, Po Durrës nuk kanë dalë akoma. Kanë dalë, ka qenë dje, ka qenë partije, nuk e di sot apo jo. Megjithatë, dëgjoj, pa se thuash, le të rim pak me këmbë tokë. Sigurisht që po të merre sot kush organizon protestën këto duke si bajate, duke si old fashion, sepse tani njerëzit janë atje. Në fund fare, kur ke ujkun nuk ke gjithë nga pak, mo. Jo, kur ke ujkun nuk ke pse të kërkosh gjurmët apo jo. Kur del ujku përballë. Tani ujku është atje. Kuptimi ata janë flamingo, po ujku është shpreha. Po pyetja ime është kjo vëlla. Unë personalisht, le të marrë pjesë debat bashkë me ju. Unë do doja që protestat të vazhdonte, sepse unë jam që këneta të mos bëhet kënet, uji duhet të qarkulloj. Pa nuk ka rëndësi, më duhet të bjerë një kryeminist, të vi një tjetër, mund të rikthehet prapë Rama më vonë, nëse vend mirë qarkullim. Po mirë, më do të qarkulloj, se ndryshe qelbet uje, kupton? Tani, a është kjo protestë nëse zgjerohet dhe më shumë akoma, e aftë që të krijojë një tension të tillë në vend që Edi Rama të jetë detyruar të tërhiqet në një formë ose në një tjetër, ose kjo protest ta çojë tensionin aq lart sa që të vi dikush siç ndodh zakonisht. Dhe zakonisht ju e dini se kush e bën këtë gjë, të vinë gringot, profesorët e gringove dhe t'i thonë në mënyrë jo zyrtare, sigurisht siç kanë ndodhur me Berishën apo me Nanon, që zotrit është momenti të hapësh krahun, ndryshe do kesh probleme. Pra, a jemi në këtë fazë, a mund ndodhi tani kam seriozisht këtë gjë? Dhe po me ty, Sebastian, pasaj me Marsidin dhe do e lë Flogertin të bëj një përmbledhje të ju të dyve. Çfarë ka ndodhur dhe çfarë? Po shkurtimisht se dua ta bëjmë si dialog, jo me tirata të gjata. Në qytet ka një ngjarje dhe vetmja ngjarje është protesta. Çfarë do lloj gjeje që bën kryeministri sot, batuta në Tivat, batuta me komisionerët e tjerë me gazetarët nuk vlen. Edhe sot ishe prap shumë arrogant, tha, as harroni tha që unë të i dorë nga projekti. Goja, veshi dhe syt, sot janë protesta. Dikur goja ishte Berisha akuzatore, veshi ishte populli dhe syti ishte Rama që shite gjithçka se çfarë ishte duke ndodhur. Sot gjithçka është në shesh. Ajo çka kryeministri bëri me gazetaren e CNN-it tregon që narrativa i ka dalë duarsh.
Mediatikisht, si e lexoj si gazetar tashmë që kam eksperiencë në këtë fushë, kryeministri mendon se duke thënë diçka do të mundet që t'ia mbush mendjen të gjithëve për atë që ai ka në mendje. Por faktikisht, fakti që narrativa i doli prej duarsh, tregon që ai filloi të nxehej. Çfarë na tregon kjo? Ai bën të njëjtin gabim sepse është mbyllur në një kamban të qelqt, sipas meje, që do të thotë pak a shumë. Unë kam një libër, tha, që me këtë libër tha kam mbledhur disa njerëz shumë të zgjuar se si do ta zhvilloj Shqipërinë. Qytetarët po i thonë si do ta zhvillosh e dim ne. Pra jemi ne bashkërisht, të cilët e vendosim bashkë me ty se si zhvillohet Shqipëria. Pra ai do ta zhvillojë Shqipërinë pa shqiptar, si disa politikanë që duan të qeverisin pa. Ai thotë jam pak mos sep tani. Tani ai thotë un kam 83 mandate, kam 800 ca mijë. Protesta ka arritur thellësinë. Është thyerja e mitit të establishmentit. Duopoli Berisha Rama, kjo proteste ka thyer këtë mit të këtij establishmenti. Po tjerë një stof të ri social, po e nxjerr në pa. Ata studentët që tha Arlindi përpara 10 vjetësh, para 10 vjetësh ishin 25, sot janë 35 dhe dalin me fëmijët e tyre aty. Dhe ato me të vërtet po kërkojnë diçka. Në krahun tjetër kemi çarjet e imazhit ndërkombëtar. Pika më e fortë e kryeministit për një kohë shumë gjatë ka qenë unë jam stabilizatori të gjitha interesave në Shqipëri. Interesat me opozitën, interesat me krimin organizuar, interesat me oligarkin dhe interesat me ju, çfarë doni ju. Tashmë imazhi ndërkombëtar i kryeministit është në pikën e tij më të dobët. Sot puthej me Van der Leyenin pra. Dakor. Në Tivar. Imazhi ndërkombëtar është pikën më të dobët. Dhe një politikan ndërkombëtar kur ti je në pikën më të dobët, nuk është se të jep dorën aq shpesh. Sot puthej dhe dje me Van der Leyenin në Tivar, po them. Të puthesh politikisht është gjë tjetër. Që është shefja e Bashkimit Evropian. Por të marrësh ndihmë politike është gjë tjetër. Protesta tashmë po zgjerohet në çdo qytet. Gjerësia, shkalla e gjerësisë së protestës. Ky është lajmi pra, për mua ky është lajmi. Shkalla e gjerësisë së protestës tregon që ajo kaloi ditën e 3 të saj. Dita e 3. Sot jemi dita e 6. Ka njohësit e protestave dihet që është nëse masivizohet në ditën e 3, protesta nuk vdes më. Prandaj vrasja e protestës ndodh gjithmonë në ditën e 3. Ti, Sebastiani, i bidur që njerëzit do vazhdojnë të dalin. Po, tani ka marrë masivitet. Përhapja në çdo qytet dhe në çdo kryeqytet, nesër protestohet edhe më shumë, protestohet në të gjitha kryeqytetet e Evropës, protestohet këtu dhe në Vlorë, në shumë qytete të tjera. Masiviteti i protestës tashmë tregon që mesazhi është përbashkues, nuk është më përjashtues. Me të vërtetë kërkohet ajo që tha Arlindi, Rama Mburg, Berisha Mburg, Rama Dorëhi. Rama Mburg, Berisha Mburg. Por ajo që është shumë e rëndësishme është fakti që qytetarët janë përbashkues. Po mbrojnë demokracinë, po mbrojnë natyrën, po mbrojnë të ardhmen e tyre, po mbrojnë Shqipërinë. Por është shumë e bukur e gjitha kjo. Mesazhi në mbrojtje është mesazhi përbashkues. Po mbrojmë atë çka është e përbashkëta jonë. Politika në vetvete i shërben vetëm një mjeti. Është qëllim për diçka e përbashkëta e të gjithëve, se e arrin me tregun e lirë dhe se si formatohet tregu lirë, se e arrin me mesazhe politike, me lëvizjen bashkë apo me një lëvizje tjetër, çështja është e përbashkëta tjetë për të gjithë. Është çdo shtresë shoqërore tashmë në protestë. Fakti që ke çdo shtresë shoqërore në protestë tregon që është masivizuar totalisht. Kemi larushi mesazhesh dhe kjo është shumë e rëndësishme. Larushi, çfarë është kjo fjalë larushi? Kemi parimin e jo dhunës, i cili ka afruar të gjithë familjarët. Protesta është shumë e bukur po të shkosh dhe ta shohësh, sepse ke shumë njerëz që rrinë te piramida që ulen tek stola. Ke shumë të rinj dhe të reja që ulen atje, po ti shohësh me batanie sikur po bëjnë piknik. Ke shumë pleq dhe plaka dhe pensionistë, të cilët ulen sërish atje të moshuar, të cilët ulen për ta ndjekur protestën. Kjo është shumë e bukur për ta parë në këtë lloj mënyre. Tani kërkohet ndihmë nga Bashkimi Evropian. Po pse kërkohet ndihmë nga Bashkimi Evropian? Sepse mesazhi i kryeministit Edi Rama që kjo është luftë hibride e Iranit, është pikërisht për t'i bërë thirrje të gjithë aleatëve. Kthejni pak syt, këtu po ndodh një luftë hibride. Dhe ky lloj mesazhi i cili tenton së pari të përçaj protestën, me Naziskin, me tjerë, këto janë protestues kështu e këto janë ashtu, ky është me Iranin, ky është me Rusin, ky është me Greqinë, ky është me këtë me atë. Ky lloj mesazhi ishte mesazh për përçar protestën. Kur nuk e sheh që nuk përçan dot protestën, atëherë kërkon ndihmë aleatëve evropianë dhe i thotë dëgjoj, ore Irani po na bën diçka. Kthejni pak syt këtej nga ne. Të gjitha këto tregojnë maturinë e publikut. Publiku tashmë është lajmin e pati sot një lajm tjetër. Dhe kishte interesant. E ka ledi o foto. Do ndërpres tani këtu se pos në prevon ty. Vetëm dy pika fundore. Kjo tregon. Ky nuk ka brilant. Ty të mungon vetëm një gjë. Nuk njeh atë që francezët e quajnë la chute. La chute do të thon fundi ti vësh pikë. Ti bëj një nuk e lshyt, nuk e fare pikë publike unë dit. Je brillant, por nuk e fund. Arlindi që është njëri politik tani dhe ka fund. Jo, një sekondë, na merr kohën neve, ma dëgjoj do ta them publikisht. Jo, më le të nuk është kjo lajmi, jo.
Është dhe kjo lajm. Bolja thashtë kafe. Tjetra, IBS. Na merr kafen neve dhe nuk merr fjalën aty ku është për të marrë. Ky është gabimi. Maturia e Me publikut, kafe s'flet fare. Po, jo më po të shkoj të flasë atje më te mikrofoni. maturia e publikut dhe ajo çka është e rëndësishme. Lëvizja e Elisës, se këtu doja dilja. Lëvizja e Elisës tregon që ka tronditje. Mos ma digj më burr. Po pra, Atëherë Sebastian, stop. Jo, të flasësh pranë pastaj. Nuk është pse ti kujton se vetëm një herë do flasësh. Ja le të shpëndaj muhabetin më burr. Ore si ka mundësi më burr, unë ty kur flet ti unë çuditem, unë jam i parë ju surprizohem. Si vë pikë mor Sebastian, do bëjmë një kurs mbrapa? Okej. Të betohet Ariani. Okej, dakor. Ekrani, më nga unë. Po ditë të flasësh shkurt në ekran, ke fituar. Po e zgjate me tirada. Humb mesazhi. Iku mesazhi plak. Të lutem, a bësh qefin për këtë? Se të kam shumë xhan. Patjetër. Një dhe e dyta të flasësh te protesta atje. Jo, atë nuk e votot kush. Ma je fjalën? Ja vë unë atë. Burrat. Si këshilltar. Pa pagesë. Dhe dikur më pëlqen, kur unë bëj si mësues i tjerë pastaj, që edhe unë jam në rol, Sebastian i qepën. Po. Çfarë? Aktrimi niveleve të larta. Ky është lajmi, për mua sot një lajm tjetër, do thoni ju, Arian, po pse është lajm ky? Se është ambasadori i Bashkimit Evropian, Gonzato. Reaguan ta. Që doli atje në protestë. Jo, reagoi delegacioni për foto. Tha që ka kaluar se ka qenë duke lëviz nga pika A në pikën B. Po ti e beson ti këtë? Ore, unë dhash lajmin, ti më thua mund t'i e beson, sikur e thash, sikur e shkruaj ta unë lajmin. Po të pyesëm ti e beson. Unë them që ai e ka nxitur atë protestë, po ky është debat tjetër. Do ta nisësh me mua tani? Po ma the kështu, ti do më provokosh me reagimin tim që vdes ose lito. Ai është majtis dhe ti e di që unë reagimin tim që vdes ose lito, po the këtë gjë, që bëjmë Marsit Gupi që na mëson antikitetin. Mua më kujtoj Soloni. Po gjithmonë. Po, në raport me protestën, a do vazhdoj gjithmonë me e madhe dhe do të detyroj qeverinë shqiptare dhe kryeministin të bëj hapa mbrapa, aq shumë sa që mbase nuk do duroj dot dhe bam mund të bjerë, apo ti mendon që është shumë e bukur për qenë e vërtet kjo që po shohim këto 6 ditë? Do ta filloj kështu, një nga ligjvënësit, reformatorët, poetët dhe filozofët më të mëdhenj në Greqisë, ka qenë Soloni rreth viteve 638-558, madje njihet si një nga thua gjithmonë para Krishtit, para linjës Krishtit, para erës, po. I cili ka thënë që më i rëndësishëm se sa ndarja e pushtetit, dhe kjo është uazuar dhe nga kushtetuta amerikane, sidomos nga baballarët e kushtetutës amerikane, Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, që më i rëndësishëm në Republikë sa ndarja e pushtetit, ose dallimi midis pushtetit funksionar dhe të institucionit, është e drejta e qytetarit për të qenë i angazhuar në agora. Pra, aktivizimi qytetarit. Në shesh. Në shesh. Dhe kjo është edhe më e rëndësishme edhe se vetë parimi check and balance në filozofinë politike moderne. Sepse në momentin që qytetari aktivizohet, tregon që polisi i përfshin gjithë, pra qyteti. Qyteti i përfshin gjithë dhe nuk lejon që të krijojnë guaska ku të ketë zëra të tjerë, pra zëra që përfshin siç janë organizatat jo fitimprurse ose grupime të caktuara, ku çfarë bëjnë? Kto marrin shumatorin disa zërave dhe shprehen këto. Jo, kur merr pjesë secili qytetar, demokracia është më drejt për drejt dhe kjo e bën më të rëndësishme. Në këto vite, ne kemi vënë drejt këtë narrativën që, si thua, Berisha akuzon Ramën për kapjet pushtetit gjyqësor, pra rinë brenda narrativës, le ta themi kështu ekskluzive ose eksplicite, ndarja e pushteteve, kurse Rama pretendon që jo, unë praktikisht e kam realizuar duke krijuar spakun dhe duke i dhënë atij shpatën. Qartë, e dim. Pra, gjë e parë herë u thy narrativa që mbante monopolin e dy ekstremiteteve. E dyta, duke dalë kaq të angazhuar dhe duke qenë gjithkohës aty, tregon që po trupëzohet një lloj formalizimi i ri i shprehjes politike, për aktivizimin qytetarit. Ideja ashtu tash, a do ketë që gjithë të ujëra që brojnë nga shumë burime të vërshojnë drejt një shtrati, sepse në fund duhet funksionalizohet. Pra esenca, e fillova kështu, dhe prandaj ju referova antikitetit, i qëndron dash filozofisë politike antikitetit, dash filozofisë politike bashkëkohore. Ama që tjetë e plot, dhe me qenë se ne folëm për krijimin e një lëvizje të re, një modeli të ri politik, duhet të ketë një funksion. Pra në fund do prodhoj një elitë të re politike. Dhe kjo pyetje? Kjo pyetje. Mbetet për Arlindin, ti ja përgjigje. Ja ta vetëm të them diçka. Ajo që është më e rëndësishme. Mos e jep përgjigjen. Jo, më e rëndësishme nuk është kush i nxjerr turmën e kuajve që të vërsulet. Më e rëndësishme është kush i kap kuaj dhe vetë karroca vet që të realizoj udhtimin e tij. Është pak a shumë se ajo që thoshte Aristoteli lidhe me virtytet dhe me veset. Pra, kalorësi mirë çfarë bën veset, i ka në karrocë,
po diti përdori për mirë, nuk e lej që ta drejtojnë veset karrocën. Qartë. Ku do shkoj? Kështu është dhe ideja këtu, pra. Okej, u krua esenca, dolën njerëzit, po qëndrojnë, doritet U kryu agoraja, do thuash. U kryu agoraja. Ideja është që kjo agora do ketë një zë politik, dhe tjetë zë politik, le ta themi kështu, genuin, që do dalin realisht nga ata që e kërkojnë këtë proteste që janë mërzitur, jo nga ata që duan ta kapin. Pra, a do jenë të aftë esenca e kësaj proteste? Faleminderit, Marsit. Ti lidin kuajt? Ti ditë për shpik. Shife Ledio ka një foto. Është një njeri që ka 6 ditë atje dhe duke që është organizatori kryesor, jo organizatori, më falë. Është spikeri kryesor i protestës. Organizatori dhe nuk e dim akoma kush janë. Moderator mund të thënë. Moderator. Është ky djalë këtu që unë nuk ja di as emrin dhe as nuk kam njohur para kësaj proteste. A mund të më thotë, a mund të thuash progrert me që rradha jote për të folur? Nuk kam takuar këtë, ku kam qenë protestë. Po pra, jo, mund të më thuash kush është ky personazh, sepse ky është i vetmi, e ka parë dhe Arlindi me siguri, që i lejohet të flasi më shumë se të tjerët. Pra ky caktonet sa rregulla, thotë për shembull, ju atje ulini ato pankartat, ju atje mos bëni këtë, ju atje kështu, ju atje kështu. Pra ky është si tip, si është kryetar parlamenti në familje, e kupton? Tekniku i protestës. Po, si u ka rregulloren. Mund të më thuash, e njeh Flogert kush është ky personazh? Nuk e njoh. As emrin as mbiemrin? Jo, dhe Çudi e madhe më. për mua ka një problem në këtë aspekt, sepse pa diskutim Arlindi, Adriatiku, Agroni Kujt i them? duhet të dalin të flasin për protestën, pa diskutim. shef ai? Por nga ana tjetër ai po na dëgjon tani. Ai Kujt i ti? djali, po sigurisht më. Qose na shikon atëri sekond. Patjetër thuaj. Qose na shikon zotëri, me ty e kam qenë. Jepi dhe numrin. Na shkruaj dhe herën tjetër të vi. Numri është futet te QR kodi, si ti jap numrin? Që të shkruajnë dhe taj numri që Te numri që kam për emision, po 068 20, merre këtë numër që më shoh, është numri i emisionit, 068 20 02 868. Pra Oto 6 Oto. Oto e themi italisht, mos gatoj është me 3. Pra 868 në fund, 068 20 02 868. Qose na shikon, të lutem na thuaj si e ke emrin dhe mbiemrin. Dhe çfarë profesor? Po limo çfarë fason mos Mund tjetë organizat, jo. Po e thamë është, ai ishte vërregullat më burrat. Po, moderatori është. Moderator, po. Jam shumë kurioz ta di më valla. Sepse kemi të gjithë tu Arlin, themi që kjo lëvizi është genuine, themi këtë protesta, po erë njerëz me majtë hundës dhe u derdh gota nga ajo rrafja e shkretit e Eduardit në Zvërnec. Dakor, po gjithsesi kush saktoi për shkakun këtë njeri ose mua ose Arlindin që të jemi speakerat, të jemi dhe pse i binden autoritetit atij? Dhe pse i binden autoritetit të këtij? Shumë ti Arlindin e njeh këtë? Po, e kam parë në për protestat shoqërisë. Po ke pyet ndonjëherë veten kush është? E pra, si e ke parë, se ky thotë kam 12 vjet të dëgjova më sot, pra kam 12 vjet që jam aktivist, që marr pjesë në protestë. Po çfarë është ambientalist? Është me kë grupim? Nuk jam i sigurt nëse është grupim, nëse është individ. Po ajo që unë di, duke parë në i farë distance, çfarë ndodh në Mos e hiq foton e tjo. Rreshtin e parë, është janë një grup qytetarësh. Nuk e di, janë njohur më parë, janë njohur në ato ditë të para e kështu me radhë. Pra as ti nuk je interesuar për këtë personin. Po, ajo që shohin që është organizimi është i thjeshtë, edhe thjesht, po themi, sa ty flasim 100 vetë, ndoshta. 200 vetë, po kuptove. E kuptove diferencën midis tyre atyre që flasin. Të drejtën e fjalës. E kuptove diferencën Ai mund të midis ketë çuar dhe fonin, more. Po dakor, po Ai dakor. quhet Arben Kola. Kush sa ty le djo? ChatGPT-ja. A e vurën ChatGPT? Po. Sa i madhe, si s'na shkoj mendja. Fute foton. Po. Arben Kola. Po. Po çfarë thot ChatGPT tjetër për atë? Është guidator. Merret me guida. Le djo, pe gjithë çfarë thot? Merret me guida. E di sebi, po nuk e thot, nuk i nxjerr zonat nga protesta. Ore se mund ta thuash për çfarë merret më burr. Është guidator. Guidator nuk kuptohet, nuk është fjalë shqip valla. Shoqëron grupe të ndryshme turistë Nëpërmale. për Shqipëri. Nëpërmale. Apo thjesht. Kush më se vetëm. Mos Ka njerëz që duhet shkojnë në Jo, mos është nga këta të maleve më burr që janë këta të hiking më burr që shoqërojnë. Dakord, po është guidator, shoqëron Nga është ky njeri, nga është. Unë më duket se është kuksian Nga Kuksi. Po jeton në Tiranë. në Tiranë. Ka vite. Vite, ka qenë nëpër protestat. Ti e ke njohur se ti je pjesa e protestave. Arbër apo Arben ishte? Arben Kola. Kola. Po. Ti e ke njohur përpara? E njoh njerëz që kanë rrinë me atë, po unë personalisht nuk e njoh. Pra rreth piktakimi rretheve shoqërore, me pak fjalë. Po, afër kujt është ky? Domethënë afër kujt se thuash shoqate është, në përgjithësi këta janë shoqata, pra janë OJF. Jo, s'është se ka shoqat. Është një lloj linje etno-nacionaliste. Etno-nacionaliste, ha, pra na ndihmon çik se tani se ti e thua kështu sikur është, për mua kjo ka rëndësi, detaj i vogël, por shumë i rëndësishëm.
Dgjoj. Që është etno-nacionaliste, kjo duket nga qeleshja, etno. Po, ka një etno-nacionalizëm. Dhe nacionalizmi, po ta vësh re, dhe njerëz dalin atje, bile flamuri ky, flamuri, jo vetëm shqiptar, po flamuri ky, thuaje, autokton ishte atje gjatë gjithë kohës, ose pra nga të gjithë. Ky duket që është më pranë këtyre apo jo? Është kjo linja e pellazgëve deri diku. Linja e Pellazgëve. Pellazgologjia, tomorri është. Pra mos është njëri i afërt me Sazan Gurin këtu në kuptimin e ideve të këtyre. Me Elena Kocaqin. Me Elena Kocaqin. Me Elena ndoshta më shumë. Ore Arlin, se ti thua kështu. Se është historiane. Për më një sekundë më Është shumë interesant të aftosh herën tjetër. Ore, unë tani i bëra thirrje më. Aftosh, edhe është shumë interesante ta dëgjoj njerëzit edhe në diskutim, domethënë. Se unë sot e dëgjoj flis atje, por nuk kuptova fjalë, ka një Unë dëgjoj gjatë protestës, në protestë ka edhe probleme që fonia jo gjithmonë arrin në çdo pikë të turmës, kështu që jo çdo fjalë kuptohet. Edhe detyrimisht pastaj fjalimet janë të zjarrta, janë emocionale, kështu që është tjetër gjë diskutimi i shtruar në studio, kështu që unë do të sugjeroja që herën tjetër ta ftohet të tjerë nga ai grup qytetarësh që janë mbledhur aty dhe kanë marrë një përgjegjësi që të vendosë një minimum rendi. Pra, nëse ka, po dëgjoja zotrin sot që po ju fliste disa të tjerë, ndoshta ishin tifozë që ndezin flakadan dhe po i thoshte me drejtë që ka kalamajnë protest, mos bëni tym. Kështu që ai minimum rregulli është i nevojshëm për të pas mbarvajtjen e proteste, pastaj aty flet kushdo, domethënë kuptimin mesazhet janë të larmishme, njëri flet në njërin anë, tjetri flet në anën tjetër, sigurisht duke pasi boshtë kërkesash, që ato që thash, domethënë konsensusi i cili është Dorëheqja e Ramës, Berisha dhe Rama në burg. Pastaj brenda këtij konsensusi secili shpalos idetë e veta, pikpamjet e veta. Kjo është demokracia në fakt, demokracia le të themi në një kontekst postmodern, në një kontekst ku mblidhen shumë rryma sociale, më duket shumë interesante, sepse mendoj që kjo forme, si thua, që ka filluar me Occupy Wall Streetin, që ka shumë forca që bashkohen dhe që artikulojnë aty. Sigurisht është forma e protestës shekullit e 21, shekulli 20 ka pas tjetër gjë, ka qenë pararoja leniniste që organizonte masat edhe i drejtonte kah revolucioni. Mirë po, shekulli 21 është më plural, ka më shumë kreativitet, ka më shumë individualitet, ka më shumë grupime, roli partive është më relativ se që ka qenë në shekullin e 20, për shumë shekullin e 20 partit ka qenë parti masash. Ka qenë parti që, si thua, komandonin sindikata, grupime rinore, studentore. Sot në gjithë botën partit nuk janë kaq të fuqishme sa që kanë qenë 50 apo 60 vite më parë, dhe kjo e ka bërë shoqërinë që të jetë më autonome, pra të marrë iniciativë, dhe kjo proteste ka bukurinë pikërisht nga kjo gjë, pikërisht sepse është kështu, ka të masivitet. Se sikur të identifikoj me një parti, qoftë edhe me një aleancë partish, që tha Flogerti pak më herët, nuk do kishte aq shumë njerëz. Pa edhe sikur të kishim një aleancë partive të reja, që sigurisht nuk bartin mëkatet edhe mlefin që bart Rama me Berishën në raport me qytetarët, unë prapë nuk mendoj që do ishte aq e madhe dhe aq kreative, sepse vetë ju do linte një lloj pakënaqësie tipit pse këto parti dhe jo 4-5 tjera? Pse vetëm parti dhe jo edhe shoqata? Se bashkimi ka ndodhur duke mos u thënë, prandaj nuk e vuan njëri. Një sekond, Arlin, një sekond. Flogerti Musha s'ta kam dhënë. Duhet ikim dhe herë. Ikim dhe herë. Do ikim? Po. Urgjent ikim, mos u largoni miqëse se do rikthehemi prap. Jemi sonte këtu për gjithë ju që mbrini tani, ju kujtoj që ora është 23:00, sot është data 5 qershor 2026, është dita e 6 e protestës së flamingove, sa të bukur që janë. Ne i kemi këtu sot dhe kanë ardhur. Po ta dini tavolina jonë në këtë studio në fakt ka 23 vjet që ngjan në një lagune apo jo. Shifeni me vëmendje, le të bëj një plan nga lart. E shikoni ujin në mes? Po këto ansorët e shikoni? Nuk është fiks laguna ku duan ndërtojnë disa njerëz që nuk i dim akoma dhe sa lek do hedhin. Ja ku janë. Në kanë ardhur në studio. Jam shumë i kënaqur sot që kam dhe Arlindin dhe Flamingot edhe çunat. Nuk e kisha menduar kur që në këtë fazë të jetës time do bien dashuri me Flamingot kaq shumë. Nga dërkucit e
Jemi rikthyer në këtë P4 zënë e zotrinj. Ndiqeni emisionin dhe në YouTube për qefin tuaj me njerë sa të mbaroj, tani jemi live në YouTube dhe në MCN TV. Bëni një subscribe. Ndërkohë pyetjet tuaja për Arlind Qorin dhe për miqtë e mi në studio, Sebastiani Flogertin dhe Marsidin, ju mund t'i bëni këtu te ky QR kodi, ishte thjesht Totus quhet. Bëni një skanim me celularin tuaj, bëni një login dhe bëni vetëm pyetje, mos bëni komente. Kritik. Jo, pyetje. Kritik. Çfarë thon? Ku e lexon? Ja, më shkruan dikush se po mi binte edhe telefoni, se shkruajnë pa fund, kupton? Çfarë është ky? E njeh? Dhe po patjetër, është një nga ato komuniteti im në Facebook dhe më thot, jo kritik pozitive. Lexoje Totusin pak më shumë, sepse për Ben Kolën ka qenë ky i pari që të ka çuar. Ja ka një orë thot që e çoj çanit 100 mesazhe të Totusit thot, po nuk po mi lexon. Po s'kam kohë tani, jam me ju. Ben Kola thot është nga Dibra. Është djalë ambientalist, shumë i mirë, kemi pastruar plazhet në Divjak e tjera me radhë, ambientalist i devotshëm plus asaj që tha Sebi. Dhe Dibran. Blerimi thot, ai djalë që menaxhon protestën, quhet Arben Kola, është guid turistike, aktivist për disa vitesh, është nga Kuksi. Nga Dibra më thot Mimo. Po Dibra dhe Kuksi nuk janë një gjë apo jo? Jo, s'janë. Po ka një pikë që ndahen që i bie edhe që bashkohen. Si qesha Lindi. Po s'tjeni ta gjë sa po janë dy emra. Dy qytete, dy krajina. Njerëz që ngatrojnë. Po afër janë dakord. Jo, se thon se Dibrën e quajnë si rajon dhe Kuksin e quajnë si kryeqytet Dibrës. Ka shumë njerëz që ngatrojnë këtë gjë. Ti je i bindur për këtë? Dakord. Ky ka qenë arrestuar në 2020 në protestën e naftëtarëve të Ballshit. E pra, ky është aktivist pra i vjetër Arben Kola apo? Po pra. Unë jam kurioz ta shoh një pa qeleshe si duket ky më burr. Se më çmendë ajo qeleshja nuk më lë ta kuptoj. Po qeleshë, nuk është vetëm me qeleshë gjithë. Po aman mor ti po jo më dal jetë ta shohim mirë molla. Ja se e gjejmë tani. Nëse dëgjoj, se s'duam të mbasim kohë. Edhe protestën e Ballshit me qeleshë ka qenë. Nuk e hika qeleshën sepse shkret Sebi pra, ai është etno-nacionalist. Jo, Nacionalist. Etno-nacionalist e ti apo jo? Dibran dhe mbajnë qeleshë. Interesante shumë. Para se përgjigjet pyetjes Arlind Qori nga Lëvizja Bashkë, që kemi këtu sonte, si e shef ky të ardhmen e kësaj proteste? A do të ketë një rezultat apo jo? Se në fundit kjo është pyetja ore, se ne mund ta shijojmë tani si spektakël, më kupton? Si formë. Dhe do e themi sa bukur, sa bukur. Problemi është në fund fare gjërat mund të bëhen në histori, edhe pa rezultat, pa do ketë rezultat kjo apo jo? A do kalojnë nga estetikat e politika? Bravo. Zoti i Muça, të lutem dita e 6 e protestës, cili është jo qëndrimi jot, po dua ashtu edhe qëndrimi. Qëndrimi është pro. Pro? Qëndrimi e parë. Po cili është, më thumë, më shumë cili është parashikimi jot, për aq sa ke parë këto 6 ditë. Pra tani kemi një të kaluar të protestës. Nuk kemi më dita 1. Sigurisht. Dëgjoj, që është nderi më i madh që i bëhet vendit dhe agjendës europiane, kjo nuk diskutohet. Dhe agjendës europiane. Patjetër. Se në finale është demonstrim kulture europiane dhe demokracie. Ndash thuaj i shërben dhe Ramës në këtë aspekt. Për të thënë që ndryshën nga gjithë kritikat dhe nga gjithë letra që shkojnë në Bruxelles që jemi një diktaturë, autokraci, ai e amplifikon vetë këtë debatin që po ndodh dhe ngacmon për ditë protestën që ajo tjetë sa më e ndezur dhe aktive, që t'i thotë Europës, shumë interesant ky. Që t'i thotë Europës që ja, çfarë vendi demokratik jemi, nuk jemi ndoshta ai vendi që ne folëm para ca ditësh që bllokojmë bulevardin për t'u falur, por jemi dhe ky vendi me trinë dhe treja që dalin dhe ndryshën nga që ka thënë Albana Vokshi apo Jorita Tabaku, këtu nuk ka frikë njëri të protestoj, vit më shaj edhe nga ropë të dire. Çaspini është ky, Çaspini, Perlë është ky. Pra, agenda... është Spini pa parë kjo që më bëre. Nuk të qëndron fare si... Më qëndron shumë, është shmëndurimër, po. Okej, pra... Se unë po të isha këtë të bëja. Nderi më i madh që i bëjnë vendit është që japin këtë panoramë qytetarie dhe europianizm. Kartolinë e pa parë është. Po. Nga ana tjetër, edhe Rama, siç ta thash, tani, për ta çuar deri në fund këtë histori, ky grupim, ky konglomerat interesash, dikush për punëtorët, dikush për ilaçet, dikush për tokën, dikush për kalamanin, dikush për çamërin, dikush për Shqipërinë e Madhe. Çfarë duash ti? Këta duhet të formalizohen në një subjekt. Sepse në qoftë se nuk ndodh kjo, do ndodhi ajo tjetra që ne e dim. Që nesër Rama do thot, hajde bëjmë zgjedhje, fjala vjen.
nuk do shkojnë në zgjedhje. Dhe një llokëm të më agresive dhe më pasionantëve, më të mlefosurve, ja kam thënë dhe herë tjetër Arlindit, do e marrë Arlindi, sepse gjuha e lëvizjes bashkë është dhe për mua janë më të sinqertët. Ata që e shpërfaqin më shumë atë. Është më afër kësaj proteste është gjuha e Arlindit, sigurisht. I majt. Ata të shpresës do tentoj të tërheqë Adriatiku, që përpiqet në Shqipëria bëhet me mesazhin pozitiv. Ku diun, sipërmarrësit e rinj dhe njerëzit e bërë në një farë mënyrë do tentojnë të shkojnë drejt agronit. Dhe ajo 15.000 shenë që mund të jetë 150.000 në terren në Republikë, mund të ndahet në 3 dhe me këtë sistem që nuk do ndryshoj, do ngelemi me këto kushte. Pra, këta do marrin po aq deputet, ja nuk do marrin 4, do marrin 7, dhe doktori dhe Rama fatkeqësisht do marrin kusurin, 133. Në këtë kuptim, them që ata janë të detyruar tani më për ta çuar deri në fund dhe për të bërë revolucionin, pra atë kthesën e madhe, atë përmbysjen e madhe, duhet që ata të bëhen një subjekt. Dhe si një subjekt i vetëm, duke u bashkuar bashk ekstremi majt me ekstremin e djathtë, ku diun, LGBTQI plusi me atë Akil Panon, duke u bashkuar të gjithë bashkë për atë flamurin që kanë aty. Kjo më farë shpremë do ta viste komplet gjë. Po vazhdo, se jam shumë. Nuk e di unë tani. Ata thonë që jemi të bashkuar rreth një gjëje. Rreth flamurit kombëtar. Tani nëse e kanë seriozisht, le të bëjnë një subjekt rreth flamurit kombëtar. Ju mungon thjesht Gjergj Kastrioti, jam dakord me këtë. Nuk e di unë. Do ta shohim. Ndoshta është ai Arbeni. Mos është Arben Kola. Ndoshta është Arbeni, por nëse nuk bëjnë këtë, risku është që do shkojnë në për partitë respektive ku të shohin frymëzimin aty në turm dhe do jenë një asgjë. Ajo që ka ndodhur dhe që kanë lënë që tani është një panoramë fantastike demokracie europiane. Dhe pa diskutim që me atë që ata kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë aty në shesh. A rrezikohet Rama, a zoti Rama në qoftë se kjo zgjerohet dhe me përmasa të tjera? Sepse ka një gjë. Në finale, pushteti merret me votë. Me zgjedhje. Po pra, nëse kjo zgjerohet. Që do thot, si sot që nuk ngeli vend Tiranë, po iku dhe në përrethë. Në gjithë Shqipëri. Kjo të hapet, pra, të bëhet si ai, të bëhet Ortek, të zgjerohet ai shumë, do shkojnë gjithë qytetet. Po pra, ti mendon që zoti Rama rrezikohet realisht? Zoti Rama nuk rrezikohet në kuptimin direkt. Do jetë zgjedhje e tij. Ti e përjashton që mund të vinë ti thonë zotri. Do të hapësh krahun. E di pse po? Pse? Vetëm për një arsye. Mund t'i thoni në çdo rast. Dhe unë mendoj se ata që të thonë hap krahun nuk janë në kontinentin tonë. Jo, ata janë gringot, mo kjo dihet. Gringot, në këtë rast, ai që është në krye të gringove, po sulmohet në mediat ndërkombëtare për atë që do të bëjnë Tiranë, në zvërnes në këtë rast. Pra po të shohësh titujt e mediave ndërkombëtare, dhe aty kupton dhe atë agjendën që sigurisht nuk ka çuar njëri agjend në Tiranë për të bërë protestën. Por protestën ata e shfrytëzojnë. Ne këtë po themi Arlind, se nuk kemi çmendur akoma që po a ka njerëz ose grupime ose interesa të caktuara që këtë moment në Shqipëri ata që nuk na kanë fort qejf ta shfrytëzojnë për ta dëmtuar. Ti thua nuk janë organizatorë ata që janë shfrytëzues dhe shtypës. Pra ai ka një instrument. Ai ka instrument që quhet Mark Zuckerberg, që ta bën algoritmin ty që një gjë që është në cep të tavolinës, ta vendosi në mes të tavolinës dhe ta bëj mal. Dhe këtë ta bën Facebooku dhe Instagrami. I intereson protestës pa diskutim, është genuine nga ana e protestuesve pa diskutim, por për interesin e tyre dhe ata bëjnë tyre. Dhe çfarë ndodh? BBC-a, CNN-i, The Guardian dhe çfarë kanë parë media ndërkombëtare, kishin një titull që janë majtiste kryesisht si media. Titulli ishte projekti i rezortit luksoz i Kushnerit në Shqipëri pritet me protesta. Pra, as pronat, as hallet e shqiptarëve që po protestojnë kundër Tiranës. Ajo po luhet. Bravo, dhe në këtë kuptim, këtu ngjan dhe Rama me Donald Trump, që ai do luftojë dhe nuk do e çaj fare dhe nuk do sjellë asnjë gringo për t'i bërë presion Ramës. Do ta çojnë atë projektin atje deri në fund. Në këtë kuptim, po të ndodhi që ndërrohet Donald Trump, vinë të majtët
Dhe Rama akoma është në tentativ për të bërë këtë projekt dhe protestat do jenë në përkëmb, aty pastaj mund të vija i mesazhi që thuat. Qartë. Arlin, tani është momenti jot. Tani nga t'ja nis. Jo, t'ja nis është e para njerë, si e parashikon ti të ardhmen e kësaj protesta, do ketë rezultat, dhe e dyta kjo i thos Flogerti. A rrezikohet vërtet pushteti i këtij njeriu sot që ka 14 vjet dhe që normalisht pritet të rish shumë gjatë nëse nuk ka një presion të madh? Vetëm një parantezë, sepse do ta lidh me kontekstin e shumë teorive konspirative që qarkullojnë, ku përfshihet, si ta thash, Greqia, Serbia, Irani, Turqia, gjithë globi thash është mbledhur këmbkryq për e majtë amerikane me Shqipërinë. Fondacioni shoqëria Flogerti përmendi një lloj kontradikte, mos gabojmë parashtrimin e tij midis Islamit dhe Evropës, mos gaboj. Pra the jo, ne këtu në këtë studio kemi bërë një debat dhe pra falje. Dhe ajo që unë dua të kundërshtoj është kjo që Evropa në kuptimin përparimtar të fjalës, kuptimin e asaj idesë që është dominuese në Evropë, nuk besoj se e sheh si problem faljen e njerëzve, sepse nuk është një Evropë fetare, është një Evropë e lirive civile. Këtu kemi bërë debat një natë dhe unë e kisha për atë debatin që ju s'keni qenë. Në këtë kontekst dua ta saksoj që falja e njerëzve në rrugë nuk na nuk na largon nga Evropa, përkundrazi sakoj respektojmë njëri tjetrin, respektojmë pluralitetin fetar, na afron me Evropën. Ky është ndrimi korrekt politik që duhet mbajtë çdo politikan. Sipas këndvështrimit tim, po edhe sipas besimit tim si thua më të plot. Tani, pyetje për protestën. Po. Unë besoj që ka 4 faktorë. 3 thash dje, po ndërkohë mendova edhe një të 4 sot, që do ta bëj protestën të zgjas. Tani nëse Rama dorëzohet nesër, jo. Ne po flasim skenarin që protesta është e suksesshme, kështu që po flas. Mendoj që ka 4 faktorë që ka shumë gjas ta bëjmë protestën të zgjas dhe në fund fare të jetë e suksesshme. E para është rritja numerike. Që thot, çdo ditë ka më shumë se një ditë më parë. Është e sigurt kjo, Arlin? Është e sigurt sepse unë shoh që çdo ditë kam kur më vjen ora për të ardhur në një studio televizive, nga ora 8:30, e kam çdo ditë më të vështirë për të dalë nga turma. Pra qofse ditën e parë kisha lehtë, ditën e dytë çik më të vështirë, sot e kam pas më të vështirë se çdo ditë tjetër. Mos sot ke qenë mes fare dhe ka qenë në mes kam qenë çdo ditë, domethënë aty kemi ja 2 banderola aty dhe jemi në rregull, thrasim bashkë me qytetarët. Pra, rritja numerike, dhe jo vetëm rritja numerike, po edhe shtrirja gjeografike. Sot është i komponent. Po zgjatja në kohë? Po zgjatja në kohë, zgjatja në kohë, më them, do të jetë, sepse... Jo, zgjatja në kohë e protestës. Nga 2 orë që ishte në fillim, tani po bëhet 3-4. Po, e njëjta gjë është, domethënë, kemi rritje numerike, kemi zgjatje në kohë, kemi shtrirje në territor. Bravo, po them edhe një herë. Kur del populli i Elbasanit protestoi, do thotë ka ndryshuar gjë shumë e madhe. Më kupton? Është si të dilte, ku di unë, populli i Çorovodës në 91-shin. Po pse mendon që Elbasani? Sepse e kam ndier te qytetarët atë merakun dhe frikën që kishin nga kombinimi krimit të organizuar në Elbasan, që shumë i fortë me qeverisin lokale dhe qendrore të Partisë Socialiste. Prandaj është shumë i rëndësishëm Elbasani. Shtrirja nëpër Evropë, diaspora po proteston. Do të vazhdojë në ditët në vijim. Tjetra, antagonizmi i Ramës ndaj protestuesve, që i hedh benzinë zjarrit. Rama është në vështirësi aq të madhe, saqë nuk bën dot as këtë strategun që përpiqet me urtësi, me babanxhallëk. Po mos e bën për arsye që tha Flogerti? Arsye pse e bën edhe them unë. Rama nuk ka rrugdalje tjetër, vetë se të antagonizohet, të armiqësohet me protestuesit, se me sa duket është zotuar për shumë mbrapshtësi, ka dalë dorzanës për shumë poshtërsi ndaj oligarkëve të huaj dhe vendas, saqë tani ata i thonë mbaj pjesën tënde të paktit, ndryshe një shqelm nga pas edhe ike nga politika shqiptare. Në vitin 2025, pas zgjedhjeve, unë kam thënë disa herë në rrjetet sociale që duket çik si delir mos e. Rama kishte fituar 83 mandate. Dhe kam thënë, nuk e di kam thënë në këtë studio, po me siguri kam thënë rrjetet sociale që fitoria e Ramës me 83 deputet ka qenë si fitoria e Pirros e Pirit, me që ishte në antikitet. Fitoria taktike që para përgatit një humbje strategjike. Pra, një fitore aty për aty, por që është krijuar në mënyrë aq të dhunshme, me aq presion, duke premtuar aq shumë favore vërdall, saqë gjithë këta tani që kanë kontribuar për fitoren e Ramës, gjithë këto faktorë të mbrapsht që kanë kontribuar për fitoren e Ramës, tani duan hisen nga trupi i popullit shqiptar.
dhe nga dheujnë. Pra i thot, njëri do Zvornecin, tjetri do Darzezën, tjetri do Miniera, tjetri do naftën, tjetri do gjithçka, dhe Rama tani o duhet t'ju përgjigjet këtyre. Sepse ka e bëri dhe me ligjë. Për dhe po them, ky tani që sepse Rama nuk është në një gjeni politik, po. Rama ka arritur që deri në 2025 krijoi një koalicion forcash destruktive në kuptimin moral fjalësh, po shumë të pushtetshme, natyrës gangsterore, oligarkike dhe mediatike, saqë duke i kaluruar këto faktor, ka fituar në 2025. Tani këta faktor, midis këtyre faktorëve dhe shumicës dërmuese të popullit shqiptar ka një kontradikt të fortë, pra nuk vazhdohet dot më si zakonisht. Dhe Rama tani është i detyruar ti antagonizoj deri në pikën sa që po bëhet horror, si thon, edhe në mediat ndërkombëtare. Intervista me gazetaren e CNN-it është domethënëse. Mediat përparimtare, evropiane, amerikane, edhe Fox News më ka raportuar, po e nxjerrin Ramën si një politikan që praktikisht po shet, tamam si ata diktatorucët e republikave të bananeve, po shet copat atë dheut vetë, ndaj kapriqove të njerëzve shumë pasoj e shumë pushtetshme. Sa ajo, intervista Ivanka Trapit ka qenë shumë interesante. Pra, ajo thoshte që ishim duke bërë plazh me ca shok, pam një ishull bukur, edhe i tham këtij satrapit lokal, na jep ne këtë. E kupton sa fyese është kjo? Pra, të vinë njerëz kaq pasur e ka troç kështu e thotë. Në mënyrë, më ajo thoshte në mënyrë, po themi shumë sinqert. Na pëlqeu këtu, tha pse mos e bëjmë një ishull privat. Po ç'a kuptimi ka kjo? Që ky zotëria që kemi në krye, tamam si këta satrapët, pra, nën mbretërit e perandorive dikurshme. Është ndarje ideologjike që keni ju më. Mirë, më lër ta mbaroj narrativen. Pra, ky zotëri, ky të fal copat atë dheut, pra ky të jep gjithçka për të mbajtur në pushtet, edhe për të fituar ca para, ky është gatshëm të... Kështu e quani ju më? Ore, ky është i gatshëm, po i kërkoj njëri që merr veshkën e qytetarëve të Republikës Shqipërisë, ai ka për borxh të na marr veshkën ne, e t'ja jap kërkuesit më të parë. Sigurisht, është hiperbol, por duhet dalë tek ideja e Ramës. Tani, shkojmë te faktori tret. Tham, rritja numerike, antagonizimi i Ramës me protestuesit, pra ka gjithnjë më shumë mlef reciprok. Ka gjithnjë më. Rama ditë e parë thoshte, hajde negociojmë, hajde bisedojmë. Nuk e thot më. Dhe një arsye pse nuk e thot më lidhet me faktorin e tretë. Kërkesat që kanë konsensus gjerë në shumësinë që proteston, janë kërkesa jo vetëm politike, por edhe serioze. Pra kërkohet dorëheqja e qeverisë dhe kërkohet pastaj anulimi një vargu ligjesh, edhe nga parlamenti i sotëm, po nëse ka zgjedhje parakoshme, ajo është pastaj amanet dhe urdhër për parlamentin e ardhshëm, se kur thot masë e madhe qytetarësh, ti duhet heqësh ligjin e investimeve strategjike, çdo qeveri që do vi nesër, do ta ketë shumë vështirë të thotë, jo, iku Rama, po vazhdon ramizmi, pra vazhdon në njëjta logjikë si Ramës. Pra kur thuhet duhet të abrogosh ndryshimet në një dy ligje për zonat e mbrojtura dhe për trashëgiminë kulturore që kanë mundsuar këto investime shkatrimtare në natyrë dhe në trashëgiminë kulturore, qeveria ardhshme kushdo qoftë ka detyrim shumë të madh të përgjigjet masës qytetarëve. Kur kërkohet abrogimi i paketës maleve, e njëjta gjë edhe kështu. E katërta, dhe kjo është interesante, dhe prap unë i thur një lavd inteligjencës kolektive shoqërisë. Pavarësisht se qytetarët janë të shumtë dhe janë të mendimeve dhe ndjesive të ndryshme, sikur dikush bënte një sondazh aty për ka kanë votuar ata, sigurisht askush se ka bërë, ka përshtypjen që do gjesh ish votues të çdo partie. Edhe njerëz që s'kan votuar fare. Kryesisht tuajt janë, në kuptimin anti-establishment. Unë takoj shumë njerëz në turm që thonë na u thaf dora, por në herën e fundit kemi votuar këta maskarend. Kështu që më kupton, ka njerëz që e kanë për Ramën dhe Berishën. Ka njerëz që kanë ndryshuar mendim. Po them, ata që janë në masë janë qytetarë që kanë preferenca politike dhe pikpamje nga më të larmishmet. E prap se prap, protesta nuk është për çfarë. Ka pas 2-3 provokime kështu me, ku diun, si shteti ajo historia që i thanë filani tik ose një tjetër që hedhi një batut. Rezultati po themi nese, okej, ja, mirë, jemi deri tani. Rezultati është që nuk ka përçarje. Ku do shkojmë? Pra, ka një urtësi nga pjesëmarrësit, ka një pjekuri nga pjesëmarrësit. Kuptohet që kjo që po ndodh ka një potencial aq të madh historik, saqë edhe divergjencat që ti ke në jetën e përditshme, mbi pikpamje, mbi ide, mbi programe, mbi preferenca partijake, sot nuk kanë rëndësi. Sot nuk kanë rëndësi. Dhe po ta thot një njeri i cili do shumë ideta,
Nuk po ta thot njeri për cilit idet janë kote edhe janë kollaj të sakrifikueshme. Si do ja bëni që gjithën këtë, më falë që po bëj rolin e Çanit, po tani vazhdo tani, gjithën këtë e kam pyetje shumë sinqert. Pra, kemi fatin e madh që shqiptarët përballë Ramës dhe Berishës, unë paktën kam një vit e gjysmë që them janë bashk, ata dy dhe e kam besuar këtë, dhe doli që e besojnë dhe tjerë. Si t'ja bëjmë që gjithë të 20.000, 30.000, 150.000, 200.000 vota që kemi tani, që nuk kanë ndarë si bashkon qëllimi për të heqë Ramën dhe Berishën, t'i bëjmë si një trupi vetëm elektoral që realisht t'ju bëjmë dëm Ramës dhe Berishës, se me këtë sistem, po nuk janë një trup elektoral, këto janë asgjë. Më kupton se e kemi provuar, 150.000 vota, 4 mandatë. Do të përgjigje tani. Tani, e para, si është e shpreja, peshku është në det e tiganin në zjarë. Dakor, kështu që tani të fillosh bërë strategjisë, këta njerëz jo do orientohen politikisht, është e para koshme, është edhe një farë kuptimi, po ta bëj unë, është ofenduese ndaj pjesëmarrësve protestë. Që ju mund ta bëni, keni drejtën tuaj të bëni çdo lloj llogarie. E dyta që unë edhe mendoj edhe besoj fort, është që Shqipëri po ndodh një tërmet politik. Dhe kur ndodh tërmeti politik, nuk është se bie thjesht dritarja e një apartamenti, bie gjithë pallati. Pra në këtë sens, fati nëse të bëhet zgjedhjet nesër, pra nesër, në këtë situatë ku ka mira njerëz në rrugë, dhe Rama dorëzohet i moment të zgjedhjet e reja. Unë kam besimin që nuk do jenë votat kundër sistemit vjetër partijak, nuk do t'jenë thjesht ca përqind më shumë se herën e kaluar. Ka një probabilitet. Nuk dua të guxoj edhe të... Por ama, ka një sens që subjekte politike ekzistuese, që edhe mund të krijohen nesër, mund të krijohen subjekte që krijon gjithçka është e hapur. Se fundja, politika nuk është ekskluzivitet dhe pronë private e dikujt. As ideja e partisë së re, aty do dalë një as ideja e partisë së re nuk është pronë private. Por, po them, ndjeshmërit, idet dhe subjektet e mundshme politike antisistemore, dhe me sistem po marrë këtë dyshen Rama Berisha, unë besoj që ka gjasa t'jenë shumicë në shoqëri. Ose të bëhen në të ardhmen e afërt, qofse kjo protest zgjerohet dhe ka një antagonizim në rritje nga e vjetra, ka gjas të bëhen faktor shumicë në shoqëri. Po kemi sistem sistemi nuk të prish punë nëse ti ke një përmas. Po në qoftë shumë subjekte o Arlin? Nuk ka problem. Mund të 7 subjekte? Prit, mund të jetë 7 subjekte, jo detyrimisht gjitha subjektet mund të jenë një lloj preferuara, ka shumë variabla që ne nuk i llogarisim dot tani. Do të pyetje dhe Sebi se floku e bërë, do bëj pyetje dhe Sebi dhe Marsit janë dy kanë një pyetje për ty. Për çastin tënde, por le të shohim një sinkron nga Rama sot në Vlorë. Jepi le ti. Jo 5.000 veta. Jo 5.000. Po 500.000 të dalin në shesh. Nuk mjaftojnë. Sepse janë 800 e kusurmi që... Marsit? Qëndrimi që... Tu ky bën blof, pra po luan të fortin? Që kanë kontrat me mua, thot. Shtrëngon radhët dhe luan me lojnë e numrave. Pra, sado që të bëhen dhe sado që të shtohen... Unë ka pra më shumë. Prap ne jemi më shumë. Se më thonë tha lum, tha po ka darë dhe po ne jemi 2 dete. Jam dakord, po këto janë ndryshore, nuk janë konstante. Shiko, shifrat... është dinamik, thua ti? është dinamik. Nuk janë fotografi. Po normale, Berisha 2005-ës nuk ishte njësoj me 2009-ës, nuk ishte njësoj me 2015-ës, nuk ishte njësoj me 2021-ës, nuk ishte njësoj me 2025-ës. Qartë. Imagjino shumë të është e Berisha, unë jam ai që ka marrë dikur 700.000 vota. S'dua të për këtë zgjedhje. Ky ka ardhur të urrit, ky është problemi. Siç vjen në rritje, vjen në rënje, kur bështë ajo? Por problemi është logjika preashtuese. Këshilla jam, jemi tek këshilla tani, jemi te dialogë. Logjika preashtuese nuk e ndihmon narrativin e tij. Pra fakti që ti kundërvë një pjesë të popullit, një pjesë tjetër, sepse ti nuk je përfaqësues vetëm i 800.000 votave, ti je përfaqësues i gjithë shqiptarëve. Për shembull, do të thotë them që na SHK kanë drejtën vetëm ta 800.000 që kanë votuar, të marrin certifikata. S'do thotë ku dëgjon që drejtën ku dëgjon për gjendjet civile kanë vetëm ta 800.000. Për hipotekat? Për hipotekat, prandaj ta SHK-n për lejet e legalizimit. Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Mirë, thua hipoteka mirë pra. Dakor, nuk e kanë vetëm ta 800.000. Ku dëgjon drejtën për të marrë paga ose shpërblime se kanë vetëm ta 800.000. Drejtën për të pasur sigurinë nga policia se kanë vetëm ta 800.000. Me këtë logjik i bie që këta 500.000 që flet zoti Rama, që kanë preashtuar.
A që duhen ati 800.000? Po pra, po kjo nuk është shtetë vetëm i atyre që votojnë Ramën. Shtetë i atyre që jetojnë. Logjika ati që në këtë ide. Dhe unë po them që të kjo 800.000, jam i bindur që një 600.000... A i pëlluan raportën e forcave. Një 600.000 normale, a i pëlluan raportën e forcave. Problemi është që forcat janë ndryshore. Sepse nuk besoj që ka njëri që i knaq gjithë forcat. Nga ta dim, pra. Dhe gjë më e bukur, fakti që ka ndodhur gjithë këtë kohë, është që ne kemi një fat, që kemi një lider që është më i aftë se Thomas Jeffersoni, është më i aftë se Lincolni, është më i aftë se Churchilli, se këta nuk rinin dot më shumë se 8 vjet. Me gjithë aftësitë, me gjithë gjërat e mëdha që kanë bërë, kurse ky ka ndëjtur deri tash u bën 14-15 vite dhe do ri akoma më shumë. Pra, problemi është që ne si kemi koshiencë që kemi njeriu më të ditur, politikanin më të aftë. Sepse s'ka asnjë që afrohet. Edhe ata që janë afrohet kanë mbajtur me dhunë, ky e mban pa dhunë me protesta, se Stalini për shembull, jam i bindur që do i çonte gjithë gulakta. Vlla, do ketë dhe votat e doktorit ky përballë këtyre more. Ti këtë s'ke kuptuar. Nuk e di. Partitë e vjeta do shkrihen një përballë partive të reja. Por unë di të them që i kemi parë punën për aftësinë. Pra cila është aftësia këtij që ka më i aftë se Churchilli, se Lincolni, e se gjithë figurat e tjera politike me radhë, që në krye 8 vjetëve, ose maksimum 12 vjetëve, ka bërë kulla, nuk kam çfarë jap. Dhe po vizaton Shqipërinë sipas gustove të tij, pra është kaq e thjeshtë. Këtë ka bërë ndryshe nga tjetër. Piktor, kush nga këta ka qenë piktor? Mirë thot Çani. Ka pasur pafund Neroni. Piktor, jo nga këta që thua ti, nga këta ka qenë Hitleri. Okej, pra. Hitleri nuk bëri pak gjë dhe ai, beti në histori. Ka qenë Neroni, që dogji Romën që ta ose Neroni. Por u kanë si për betesh në histori, si është betesh. betesh. Po djegër Tiranën, pastaj do piktorë nga fillimi. Pra po. E kam ngjashmëri me Neronin. Për të qenë jo cinik, por për të qenë realist. E rëndësishme është të mbetesh në histori. Për shembull, unë sot po bisedoja me një njeri që e njeh ju të gjithë, por nuk po ja them dot emrin, se është njëri politik. Dhe biseda ishte, po ta them me dy fjalë që mos lodh dhe dynjan, ishte kjo Arlin. I thash, zotëri, i thash, mund të më thuash, me që s'di të më thuash detaje, të pëlqen protesta, por nuk di të më thuash si, qysh, tek, pse, çfarë. Nuk më thua dot. Dhe çfarë pret. I thash, zotëri, në qoftë se 2027-ën, marr 2027-ën unë, se s'ka bërë dot kur. Kur, edhe kjo kur nuk thuhet, po. Mora ko 2027-ën, se në fakt ajo mundohet 2030-ën. Teorikisht, edhe pse për mua nuk do ndodhi. Qoftë se njeriu që do shkoj dhe do vëj flamurin shqiptar në Bruksel në krah të 27 flamurëve të tjerë. Mund të jetë 28, 29, se mund të ketë hyrë dhe Malizi ndërkohë, mund të jetë dhe Malizi. Qoftë është i njëjti person që është deri tani në pushtet, që quhet Edi Rama. I thash, e ka fitu Bastin me veten dhe me Shqipërinë? Dhe me ata që se duan? Apo se ka fituar? Nuk ka rëndësi që ndodh më mbrapa. Se mbrapa mund të japin dhe çështje penale atij. E kuptoj. Pra nëse ky njeri që kemi sot, valla. Dakor? Ndodh që të jetë po ky njeri Arlind që të shkojë dhe të bëhet inaugurimi, ke parasysh se ngjarje historike është. Antarësimi i Shqipërisë në BE. Atëre, a mund të dim cila është analiza? Çfarë duhet të themi? Duhet të themi bravo, duhet ta dorëtorkasim, valla. Amnisti për çdo gjë. Pa futet në histori, në fund të fundit sot ne kë mbajmë mend? Kush e ngriti flamurin në Vlorë? Gjergj Kastriotin edhe Ismail Qemalin. Tani, më lere Gjergjin, Ismailin, apo jo? Kush i fitoi? Ne nuk u interesuam ndonjëherë, më fal Marsin. Nuk interesuam ndonjëherë që ndodhi me Ismailin mbrapa flamurit. Dakor. Unë s'kam dëgjuar njëri të thotë shumë që shkoi Ismaili. Pati pastaj një aventurë shumë interesante mbrapa ngritjes. Jo, asnjë se thotë. Ndalojnë atje, paf, ai është stacioni. Tani imagjinoni valla, ky njeri, qëse kjo protestë që nisi kaq në mënyrë të bukur, Arlin, nuk e përmbys dot deri atë ditë. Mund të jap një përgjigje? Kjo nuk po e përmbys, kjo po e ndihmon. Progresi thotë po e ndihmon. Arlindi thotë jo, nuk po e ndihmon. E ka vënë pozicion të vështirë. Jam dakord, ja të them vetëm 3. Ti çfarë mendimi ke ta mbyllim sepse po ma bëjmë shok që do ta mbyllim emisionin, pa ora 11:31. Unë kam qef antikitetin. Po ta mbyllim me Arlindin. Unë kam qef antikitetin Çanit sepse zëri i tyre jon nga shumë larg dhe vazhdon të jetë aktual. Dakord jemi. Dhe unë di them këtë gjë. Cezari i dha lavdin më të madhe Romës. Poshtë i barbarët, i dha fitoret pa numërta, i dha atë që ti ishe krenar që thoshe që ne jemi Roma ose unë jam Romak. Dhe si përfundoi. Dhe madje gjithmonë në narrativat e pushtetit. Si përfundoi pra? Me thikma shpine nga njerëzit e vet më të afërt. Po nuk ka rëndësi. Ai dha, më fal. Prit. Cezari sot valla. Ti kur flet për Cezarin, ti gjën e parë që thua nuk është kjo që përfundoi me thik. Jo, sa po the. Ka dhe një batutë, Po le më batutë. Ka dhe një batutë, bëri gjithë ato që bëri dhe vetëm një sallat ka emrin e tij sot.
Dakor, po dakor. Kështu që Se janë batuta. Të kam fjarën, a hy në historik i njëri që se shkon, është po ky, i parëzuar, edhe vë flamurin ati. Prandaj për referojmë antikitetit. Me që se përmënda Salonin, fillim do e mbyll me Salonin, Kreuzi, cili ka qenë një mbreti madh dhe kishte pasurit pa numërta, dhe Soloni ka qenë një filozof që u thonte shumë dhe kjo e bënte shumë tafë, sepse fakti udhëtimeve e bënte të një me shumë kultura, me shumë forma qeverisje, shikonte tradita ndryshme dhe i t'i ballafaqonte, dhe gjithashtu dhe me shkolla ndryshme filozofike. Dhe ai masi i tregon pasuritë, ushtrinë, gjitha arritjet e tij, thotë që cili është njeriu më i lumtur dhe më i fuqishëm që ke njohur ti. I thotë është pak pyetje problematike. Okej, njeriu më me lavdi. Dhe ky i thot, njeriu me lavdi që njo, është një fermer dhe i thot emri, Samos. I thot, ky po pse është më i lavdishëm se mua? Sepse i thot, jetoi shumë mirë, kaloi shumë luftra, miqtë e tij respektonin, pati familje të ndershme, të rregull, dhe kur vdi që thot, që të gjithë thot e kanë qartë dhe kujtojnë akoma dhe sot. Edhe ky i bën pyetjen e dytë me idenë që do i thoshte që je ti. Po mirë, thot, njeriu i dytë që njeh ti, thot, që ka më shumë lavdi. I thot, nuk është një, janë dy, sepse janë dy vëllezër binjak, tha. E jema besonte, tha, tek Athina, dhe ishte dita e festës të Athinës, dhe këta ishin 2 ditë e gjysmë larg, tha, me karrocë me shumë kuaj. Këta ishin, i tha, atletë dhe e morën vetë karrocën në mbredh dhe kanë çuar për 1 ditë e gjysmë dhe sa arritën aty vdiqën. Dhe kujtohen që sakrifikun veten për të dhënë lumturinë e njeriu tjetër. I thot ky s'po pyes për njeriu i tretë, thot sepse e di që s'do thuash që jam unë. Po i thot sepse për ta përcaktuar lavdinë e dikujt nuk mjafton fillimi ose vazhdimi dhe më rëndësishme është fundi, thot, mënyra si ndahesh nga gjërat që ti arrin. Dhe realisht Kreuzi përfundoi në qeli, gjithë jetën skllav, sepse humbi dhe fronin dhe thuhet që çdo ditë i kujtoheshin fjalët e Solonit. Dhe unë mendoj që kjo është dilema e Ramës. Frika më e madhe nuk është ato e fuzi Shqipërinë be, është se si do ndahet nga karrika e pushtetit. Dhe jeta e ka treguar që njerëzit që kanë qëndruar gjatë në pushtet nuk kanë pasur fund të mirë. Nëse, me i ato, qasja ime nuk ishte kjo, ishte gjë tjetër, domethënë për mua, unë thash në tavolinë një debat. A mbetet në historikun e njeriu nëse do jetë ditën kur do futet Shqipëria në BE, dita e inaugurimit? Po. Pra, ti imagjinojmë që kanë votuar gjithë parlamentet 27 vendeve etj, dhe erdhi momenti do jetë ky. A hyn në historikun e njeriu apo jo? Është për tani protesta e njerëzve të lirë përballë njeriu që thotë do ju fusë BE vlla. Hyn në historinë. Unë po marr këtë qasje. Edhe Ramiz Alia hyri në historinë se lejoi pluralizmin politik. Edhe si kur të vi një anonim komplet i fundit i Partisë Socialiste Roja dhe të futët vendi, atje shkruhet që kryeministri kur antarësua vendi ishte filani. Pra ngelet një histori kur çdo qoftë. Këti do i vyente për të larë mëkate dhe për të thënë që më amnistoni dhe Unë besoj se ne... si thuhet, për një lloj si quhet, katarsisi. Ose mi falni të gjitha tani se unë e bëra. Po pra, ne do të hymë në Evropë pikërisht duke çuar Ramën. Them shumë gjëra, po ju paragjykoni dhe nuk dëgjoni dhe ju flisni... Sepse katarsisin Rama me shumë gjatë do e bëj bashkë me Veliajin. Dhe ne do të hymë në katarsisin do e bëj bashkë me Veliajin. Dyshja do hynë në burg. Dhe besoj se Rama mbyll derën. Eskatologji? Po pra, për mua Rama shkon në burg. Dhe këtë nuk e ka të cikë. Se ke vjen nga protesta. Rama në burg, Berisha. Po, Berisha ka moshën, po Berisha e bëri një vit burg. Thuaj po se të thonë nesër të protesta o sepsi na dole nga... Nese, Berisha është gjanë burg. Berisha ka... Marja e PD-s nga Berisha sërish e mbylli kapitullin opozitar të PD-s. Problemi është majoranca që fuqizohet shumë e më shumë dhe kap çdo lloj gjëje. Tani, Spiro Pali ka kuptuar një gjë. 2 fjalë për Spiro Palin, po se kemi ka kuptuar një gjë. Çfarë thas të Spiro Palin? Ma thotë me 2 fjalë? Që është mirë të kemi një marrëveshje me veten të rretha, ëh? Pak a shumë. Kjo tregon Contrat de confiance. Kjo tregon një gjë. Rama gjithmonë ka ngrënë disa koka kur ka pasur protesta. Me ligjin për zonat e mbrojtura ka bërë Mirela Kumbaro. Dhe besoj se si ministrja... Do më prishë shien. Mua di çam Mirela Kumbaro. Edhe më realistike çam që për mund prapa të emër, do vjell më burr. Tani vetëm një fjali. Laguna është rrethuar nga uji Selita. Kjo është e bukur. Pra, Laguna e Zvërnecit, kemi ne është rrethuar nga uji Selita. Po nga çfarë tjetër? Tani, zonja Spiro Pali po sheh që janë nxjerr thikat në PS. Zonja Spiro Pali duke parë që janë nxjerr... Bukur ishte kjo, super promo është, më shumë se kaq. Duke parë që janë nxjerr thikat në PS, zonja Spiro Pali tashmë bën llogaritë veta politike. PS-ja ose çahet në dysh dhe prodhon një PS tjetër, e dyta fuqizohet lëvizja bashk, sepse unë nuk shoh që ka një lëvizje ambientaliste që po kristalizohet në Shqipëri. Nuk është çështje
e ambientalizmit. Është çështja e një modeli ekonomik dhe modeli zhvillimi. Dhe siç ka zoti Sheja, ka edhe kemi këtu Lëvizjen Bashk, kemi zotin Lapaj, pra lëvizjet e reja kanë një model të ri zhvillimi që duan që t'i flasin qytetarit. Dhe Qorri e artikulon shpeshherë se si mund të zhvillohet dhe në të njëjtën kohë se si mund të jetë një model ekonomik. Vetëm Qorri e ka të re dhe të ndryshme. Tjerët janë i kemi dëgjuar ka 20 vjet. Ta përfundoj pra. Dhe kjo që po mundohesha të thoja është që zonja Spiropali o po përgatitet sepse Rama po shkon në burg, o po përgatitet për të marrë PS-n, dhe e di shumë mirë që thikat tashmë janë nxjerr brenda Partisë Socialiste. Pra ti thua që kjo që po i ndodh tani Ramës, gjithë ky popull i madh genuin që po del tani. Rama shkon në burg. E se më lësh ta bëj pyetjen. Ti thua gjithë ky popull i madh që del vetëm në Tiranë, po gjithë qytetet. Ti thua kanë nxitje edhe nga njerëz brenda llojit, pra edhe nga kundërshtar brenda llojit të Ramës. Është dinamik e politikës që kushdo që sot është kundër Ramës, është aty. Kushdo që është kundër Ramës. Kushdo e dyrë më kundërshtarët e tij, po them, a ka dhe njerëz nga brenda më që po e ndihmojnë? Sigurisht, është shumë kot po them, Erion Beliaj. Është dialektik. Aq njerëz sa e duan akoma. Arlindi këtë e quajti konspiracion. Kushdo kundër, kushdo. Arlindi këtë e quajti konspiracion. Arlindi nuk është, Arlindi është racional më burr. Ore Erion Beliaj është kush është vëlla, mund mos e dua mund dhe ti. Ka njerëz tjerë që ndoshta thonë ka është djalë mirë, po është parim. Fjala që bën. Ka njerëz që duan dhe Është jashtë. parim. Ne e përdorim i njëjti person që thotë është konspiracion se bën, është i njëjti person që fjalin tjetër thotë armiku tim është miku im. Është parim politik. Po pra. Në qoftë se masiviteti është i madh, po e han nga brenda. Fillojnë lëvizjet nga brenda, po e gryejnë. Po e gryejnë. Bukur, tani pyetje. Spiropali këtë po bën gati, sepse e di shumë mirë, ose shkojmë zgjedhjet parakoshme, ose Rama bie, ose Rama shkon. Dhe Spiropali kush që se shkon zgjedhjet parakoshme, në cilën listë, ma fotot? Atë do bëj parti të re. Atë e di ajo se çfarë do të bëj. Do shkoj te Arlindi, do të thotë s'bëhet fjalë të Arlindi. Ndoshta ka grup brenda PS-s. Ndoshta do të marrë PS. Që ne nuk e dim. Po pra ndoshta do të marrë PS-n vet. Ndoshta e di që do të priten disa koka tani. Prandaj thash, ore, qytetarët shohin që ka një ligj që një herë e fut në zonë mbrojtur, një herë e heq nga zona e mbrojtur. Çfarë foto ka vendosur Elisa, se shifni fare simbolikën, se ajo i zgjedh fotot. Me Shqipërinë, me flamurin nga mbrapa, pra. Patriota. Po pra, është etno-nacionalizëm kjo protestë më shumë, se sa mua vjen keq më se zonë të vazhdoj të jem me këta. Një marrëveshje. Vazhdoj të jem me këta. Zonja Spiropali ka qenë ministre e jashtë. Me flamingot. Republikën e re që tha Basha me Çadrën, Republika e re duket e kishte Basha me Çadrën, dhe marrëveshja e 17 majit. Ishte një lloj dakordësie që të ketë një qetësi që të shkojmë në Bashkimin Evropian. Me Ramën dhe me Berishën nuk kam lloj qetësi. Do jetë Rama. Duopoli ka rënë. Se pik pra vazhdon mos vësh pik. Do jetë Rama, se kjo që pyetja. Do jetë Rama me gjithë këtë val protestash që ka filluar dhe le të marrim opsionin që do vazhdojnë. Shpresojmë të vazhdojnë. A do jetë Rama njeriu që do ngri flamurin e Shqipërisë në Bruksel? Rama do jetë në burg, për po them edhe një herë, bashkë me Veliajin, të dy me. Ti thua do jetë në burg përpara, nuk do jetë ai njeriu që do çojë atë atje. Kapitulli i BE-s fillon pa Ramën, pa Berishën. Nuk ka Ramë dhe Berish. Pra ti thua Shqipëria atë sikur një ditë e hynte? Kapitulli i BE-s fillon pa Ramën, pa Berishën. Fillon me Qorrin, fillon me Shejajn, me Lapajn, me Marsitin. Merr pra mikrofonin të protestat çfarë vjen na i bën këtu. Ato e kanë mbyllur kapitullin. Ata që janë protestë. Këto që janë. Po po. Qorri ka shkuar protestë, se edhe ti protestë. Më fal, këta të protestës valla, këta qytetarët. Që si kanë nxjerr as Qorri, ta dinim, as Lapaj as Agron Shejaj. Këtë po thon. Me Ramën, me Berishën nuk ka BE. Po fles njëri prej tyre më çam. Nuk ka BE, pra këtë po thon. Po me kë ka pra? Me një model të ri zhvillimor. Që ende nuk e dim. Me një model të ri ekonomik. Që ende nuk e dim. Secili që e ofron këtë lloj modeli ekonomik, secili që e ofron këtë model zhvillimor për qytetin, për ekonominë, për fshatin, për bujkun, po pra këtë po të them kam një orë që të them. Për bashkëpunën secili që ofron këtë, ky është modeli. Ky është modeli. Ky është modeli. Bëni bashkë. Dhe po ta shohësh me kujdes, ky model të fut në BE. Ai modeli iku, e mbylli kapitullin, nuk është më. Ai modeli është i kalardur. Pra jemi ide ai modeli është në burg. Është totalisht në burg. Edhe në qoftë se nuk shkon në burg. Korracata e parë e investimit ishte spak. Sepse ti BE-n e merr si një entitet moralisht të pastër. Ndërkohë ti harron që është kjo BE, që më fal, që kur nuk do një lider,
të rëzon vlla në lider të vetin, siç rëzoi Orbanin, Ose dikoj kur që nuk do, nuk jep imunitetin pra, e eurodeputetëve. ose siç rëzoi edhe tjetri në Rumani, që u fitoi dhe që nuk e pranoi. Kush ishte muri i parë për çështjen e investimit, transparencën? Spaku. Është muri i parë. Spaku Jam duke thënë pra. Spaku të jep një ndihmë dhe sheh edhe aleatët e Bashkimit Evropian shohin, ore këto qytetarët, te kush kanë besueshmëri? Po pra faktorët e rinj politik sipas meje, dhe në qoftë E the, do jenë në burg, Arlind po më me ty. Atëre, A do jetë Rama i rënë nga pushteti, apo do ta çojë ai framurinë e Shqipërisë në BE? Dhe këtë po e them në kontekstin e protestës që sapo ka filluar dita e gjatë. Jam i të njëjtët linjë mendimi me Sebastiani. Rama sot është rreziku për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sepse tashmë ajo si propagandistike që ai kishte punuar aq mirë për të huajt, është shkatruar komplet. Kur flet gjithë shtypin ndërkombëtar dhe trajton, po them edhe një herë, si satrapin e një republike bananesh, pra New York Times, Euronews, The Guardian, Le Monde Diplomatique, por ku gjithë fryma europeiste, progresiste në perëndim të trajton si satrapin e një republike bananesh, ti nuk mund t'jesh pjesë e Bashkimit Evropian me Edi Ramën. Kështu që Edi Rama, Sali Berisha nuk kanë të ardhme politike, madje unë kam përshtyme se ti pyete që a është mendin e Ramës kjo që leta bëj dhe burgun për ama të ngre flamurit. Jo, unë atë se besoj fare, unë të që ai nuk do të hy. Unë tani tu bëbin zëdhënës një shumice që thotë po ai do të hy. Unë them ai po bën gjithçka që mos hy. Më kujton herë pas here Sebastiani Antikitetin. Ka një histori shumë bukur tek Odiseja. Marsidi. Fal, Marsidi. S'ka problem. Marsidi. Kërkoj ndjes. Ka një te Odiseja Homerit, ndër peripecit e Odises, është edhe zbritja e tij në Had. Edhe në Had takon shok të armëve që kanë vdekur në luftën e Trojës, takon Akilin. Edhe i drejtohet Akilit me lavdet më të mëdha dhe i thot ta dish ti se si rinia Helena, ku diun, Akeja se aso kohë, të mban në maj të gjuhës. Kanë këngë për ty e je njeriu më i lavdishëm në botë. Dhe ky pret që Akili ta falenderoj. Akili thot, shiko thot. Unë tha, ta dija këtë punë si ishte Hadi, pra bota e të vdekurve. 100 herë më mirë, thot, ti isha bariu më i këputur e më i varfër e ti isha gjallë, se sa ti jemi vdekur e me lavdi. Që dhe Rama sot ka frikë burgu, nuk e se ndërron lavdin. Në këtë sens, a i ka frikë se mos mbas disa muajsh, jo vetëm nuk është më kryeministër, por nuk është as më në liri, sepse Rama e kupton diçka. Po qoftë është kështu, Marlin, si ka mundësi që nuk e shpreh? Ai duket shumë i sigurt, e ke parë si flet? Po i sigurt, po ai ka luajtur bën zobur. Ai, shiko, ishte sot në Vlorë. Po ne e pam sinkron. Sot në Vlorë Arian duket tamam si generali i një ushtrie të vdekur. Kishte mbledh njerëz aty me presion, më kanë shkruar pafundësisht njerëz nga Vlora në punës shteti që më thonë na merr me presion, me lista. Do të thënë, edhe ajo ishte një mas njerëzish aty dhe ishin të gjithë kokulur. Ishin ja 3-4 të rreshti parë që duart rokistin, fliste ky Derziu, bënte projekte, plane, askush nuk reagonte. Rrinin aty kokulur, çfarë tregon kjo? Që ky nuk ka mbështetje reale, që do thotë, ky s'ua ka besën as vetëve tani, sepse ai e shemo. Ai e sheh që thot vetes, unë jam kryeministër, mbaj fjalim, njerëzit nuk reagojnë. Ndërkohë që në shesh, njerëzit nuk i mban mendin. Njerëzit nuk i mban mendin nga entuziazmi. Pa është edhe çështje numrash, po edhe çështje entuziazmi. Ushtria e Ramës është një ushtri që nuk ka më besim në vete. Dhe Rama u tha protestuesve jeni 5000 vetë. Besoj që janë shumë të tepër, po nuk i ka numëruar njëri. Llogaritja është, më fal. Ta bëj një llogaritë shumë. Jo, mos ndërpre. Nuk ka ka një raport 20.000 mos ka rënë. Ka një raport midis numrit protestuesve dhe numrit të votuesve. Po ti ishte shumë e madhe. Do ishte më impresionuese, po ti ishte nga treni për shembull, deri te Nën Tereza ti ishte plot. Ka njerëz në Shqipëria, shikoj, se këtë dua të them. Shikoj, numri protestuesve. Kur vjen më hundës ka. E disa vetë kanë marrë pjesë në revolucionin francez? E di. 15% e shoqërisë. E di, më janë minoranca i bëjnë revolucionin, do të di. Pra, edhe një herë, njerëzit shesh janë më aktivët. Je larg 10% aktivët. Më kupton? Janë më aktivët. Ata nga pas pastaj, 200.000 ata nga pas pastaj kanë një ushtri shumë të madhe. Tani, unë nuk jam i sigurt sa është raporti një protestues, një votues, po bëja ca llogari më dilte një raport shumë i bardhë. Jo, mund të jetë edhe më i madh se aq. Bëj llogari, sa nxjerr Sali Berisha në shesh edhe sa vota ka marrë.
1-3, 1-4 pra. Po jo, po se Sali Berisha herën e fundit. Ne themi 1-7, po 1-3, 1-4. Jo, mendoj që raporti është më i madh se aq. Po dhe në qofë së është aq, 1-7, 20.000, 150.000 vota që i keni marrë, i gëzofshi, bëuni bashkë, merrni shumë mandate, ju një poshtë se mund të të merja shembull lëvizje në mbyllim? Po them të herë. Raporti midis protestuzëve më thuaj fjalën e fundit dhe votuesve shumë i madh, prandaj un kam besimin që do vazhdoj. Sot Rama është minorancë elektorale në Shqipëri, dhe në qoftë se ky proces vazhdon, unë besoj Rama me Berishën do jenë minorancë, së bashku do jenë minorancë elektorale në Shqipëri. Atëre, do ju ftoja sot, dhe simbolike është kjo, Flogerti e bëri pak më parë, e mori në dorë dhe marri prapë, Arlind mere një thuaje, flamingo në dorë, Sebastian, dhe do të mbyllim... Flamingo mori, flamingo është ajo. Jo, ajo është patë. është një patë që është futur mes flamingove dhe patat janë të bukura, do marrë flamingo. Të lutem, Arlind, në rast për respekt të atyre njerëz dhe qytetarë të bukur, gocave dhe shumeve të rinj, dhe kalamajve me kalamaj me shumicë shumë të lezetshëm. Kalamaj 12-13 vjeçar. Do ta vëmë kështu, do të thonë që e kemi mbi kokë në kuptimin që i respektojmë, thjesht do ta kthejmë kështu profil Arlind që duket që është ashtu. Dhe do ta mbyllim emisionin me heshtje. Dakord? Kjo është pak e vështirë. Kjo është kjo dhe të ta bëjmë. Mos shihemi në sy të pak. Mos shihemi në sy? Jo, kemi dakord. Fillon bëhet e çuditshme. Unë me kullën e pash në sy dhe u isha shumë e bukur, ishim serioz. Le që ju pava aty që siklezo dhe për le që ju shihni. Jo më për ju të dy. Nëse, kjo është çështje këndvështrimi, se ju e pak në ekran është më ndryshe, kur e shef nga ekrani. Megjithatë nuk ka rëndësi se jeni të lirë, mjafton që të mos buzëqeshim, të respektojmë heshtjen, heshtja flet më shumë nga ndonjëherë. Dakor? Dhe me këtë simbolikën, pra me thuaje, flamingo në dorë, që e mbajmë kështu, shifni çfarë doni ju, mjafton që ta mbyllim me heshtje, dakor, Arlind? Falenderoj jashtëmase që më erdhe dhe do të kem shumë shpejtu. Corruption is not bad.